Para se të lexoni edhe një fjalë tjetër, mbyllni syt për 10 sekonda dhe imagjinoni këtë skenë me të gjitha detajet e saj. Jeni duke qëndruar mbi sipërfaqen e Marsit. Në këmbët tuaja, rëra e kuqe e Hall ngjitet mbi shtresat e shkëmbimeve bazaltik të gdhendur nga erosioni i erave të brishta por të vazhdueshme. Horizonti ndodhet vetëm 3 kilometra e gjysmë larg, shumë afër, shumë i shesht, duke ju kujtuar që planeti nën ju është shumë më i vogël se toka. Qielli ka ngjyrën e ndryshkut, një portokalli të trash dhe të mbipeshuar me pluhur të imët mineral, dhe nuk ka re, nuk ka shpend, nuk ka asnjë lëvizje biologjike kudo. Dy hëna të vogla, Phobos dhe Deimos, lëvizin nëpër atë qiell me shpejtësi të çuditshme, si gur të hedhur me dorë nga ndonjë gjigant i padukshëm. Dielli është i dukshëm, por i vogël dhe i zbehur, si një qiri i largët që ndricon pa ngrohur. Temperatura rreth gjush është -60 gradë Celsius, por nuk e ndjeni, sepse jeni mbrojtur nga kostumi i plot presional. Nëse do të hapnit helmetin, nëse do të provonit thjesht të merrni frym, brenda 5 sekondave mushkrit tuaja do të lëshonin. Trupi juaj do të fillonte të humbiste ujin me shpejtësi të pabesueshme dhe brenda 2 minutave jeta do të kishte mbaruar. Jo nga e ftohta, jo nga ndonjë toksin, por nga vakumi, sepse atmosfera marsiane është 150 herë më e hollë se e jona dhe 10 herë më helmuese. Ky është Marsi sot. Ky është realiteti i planetit të kuq, komshiut ton kozmik, ati trupi qiellor për të cilin njerëzimi ka ndërruar, ka shkruar romane, ka shpenzuar qindra miliarda lekësh kërkimesh dhe ka planifikuar misione me njerëz. Ky është planeti i vdekur, i thatë, i ngrirë dhe i helmatisur nga rrezatimi. Por çfarë nëse ju them se Marsi nuk ka qenë gjithmonë kështu? Çfarë nëse tregoj se historia e tij është jo vetëm tregimi i vdekjes, por edhe tregimi i mundësisë? Çfarë nëse pyetja e vërtet nuk është vetëm sa larg jemi nga Marsi, por sa larg jemi nga versionin e tij të dikurshëm, të gjallë, me ujë dhe me ajër? Ndiqni mua prapa, jo 10 vjet, jo 1000, jo 100.000, 3 miliardë e 500 milion vjet prapa, në një epokë kur sistemi diellor ishte akoma i ri dhe i turbullt, kur toka vetë sapo kishte formuar oqeanet e para dhe jeta një qelizore e parë po bënte hapat e parë të brisht të ekzistencës. Në atë kohë larg, nëse do të kalonit nga orbita mbi Marsin, nuk do të shinit planetin e kuq që njihni, do të shinit diçka tjetër krejtësisht, do të shinit ujë. Shkencëtarët, duke analizuar fotografitë orbitale me rezolucion të lartë dhe kampionet e shkëmbimeve të analizuar nga roverat e ndryshme, kanë rindërtuar me detaje shpresdhënëse Marsin e hershëm. Hemisfera veriore e planetit sot e mbuluar me ulësirat e shesht dhe pluhur të kuq, dikur mund të kishte qenë oqean i madh, i quajtur nga shkencëtarët Detar Borealis. Ky oqean, sipas llogaritjeve të ndryshme të bëra gjatë dekadave të fundit, mund të kishte mbuluar rreth 35% të sipërfaqes totale të Marsit, me thellësi mesatare rreth 1,5 kilometra dhe me vëllim total afërsisht të barazvlershëm me 2/3 e oqeanit Atlantik. Nuk ishte tokë, nuk ishte parajs blu, por ishte shumë më afër jetës se sa është Marsi i sotëm. Lugjinat e mëdha kanionike që shihen sot nga orbita, duke përfshirë gjiganten Valles Marineris, 4.000 km e gjatë dhe 6 km e thellë, gati 10 herë madhësinë e kanionit të madh të Arizonës, u dëdhëndën jo vetëm nga forcat tektonike, por edhe nga uji. Sistemet e lumejve të vjetruar janë të dukshëm qartë nga fotografitë sateline, me degëzimet dhe gropat karakteristike të formimit fluvial. Mineralet e gjetur nga roverat Mars Pathfinder, Opportunity, Spirit dhe Curiosity konfirmojnë pas një dyshim praninë e ujit të lëngshëm gjatë periudhave të gjata gjeologjike. Hematiti me strukturë sferike, argjilet hidratuese, sulfatet dhe karbonatet janë prova të pandalshme të mjedisit ujor të kahershëm. Marsi kishte ujë. Marsi kishte atmosferë. Marsi kishte temperatura që të paktën sezonal dhe në zona ekuatoriale mund të kishin qenë të përshtatshme. Dhe pastaj, ngadalë dhe pa kthim, gjithçka ndryshoi.
Rreth 3 miliardë 800 milion vjet më parë, diçka fatale filloi të ndodhte në thelësitë e planetit. Bërthama e brendshme e Marsit, e cila dikur kishte qenë nxehtë dhe e lëngshme si bërthamat e planetëve të rrast, filloi të ftohet me shpejtësi të madhe. Marsi është shumë më i vogël se Toka, me masë 6 herë gjysmë më të vogël, dhe kjo nënkuptonte se sipërfaqja e tij e ngrohjes relative ndaj vëllimit ishte shumë më e madhe, duke quar në ftohje shumë më të shpejtë se ajo e Tokës. Dhe ndërkohë që bërthama ftohej, procesi dinamoik, qarkullimi konvektiv i materialit të lëngshëm të ngarkuar elektrikisht që gjeneron fushat magnetike planetare, filloi të dobësohet dramatikisht. Bërthama po vdiste. Dhe me vdekjen e bërthamës, po vdiste edhe mburoje e Marsit. Fushë magnetike e Marsit, e cila dikur kishte qenë ngjashme me fushën magnetike të Tokës, u dobësua gradualisht dhe pastaj pothuajse u zhduk tërësisht. Provat e kësaj zbuloi i pari gjeofizikani Mario Acunha dhe ekipi i tij i NASA-s në vitin 1999, kur sateliti Mars Global Surveyor detektoi anomali magnetike fuqishme mbi shkëmbinjtë e vjetër krustale të hemisferës jugore. Ata shkëmbinj kishin ruajtur gjurmë të fushës magnetike të kahershme, si lloj magneti i ngrirë në gur, duke treguar se dikur kishte ekzistuar një fushë shumë e fuqishme globale. Por kjo fushë nuk ekzistonte më. Marsi kishte humbur mburojen e tij ndaj universit. Dhe pasoja ishte katastrofike. Era diellore. Rrjedhja e vazhdueshme e protoneve, elektroneve dhe joneve të ngarkuara me energji të lartë që dielli lëshon me shpejtësi 300 deri 900 km në sekond, filloi të godas drejt për drejt atmosferën e sipërme të Marsit pa asnjë mburojë. Pa fushë magnetike për ta deflektuar dhe shpërdar, era diellore transferoi energjinë e saj drejt për drejt te atomet dhe molekulat e atmosferës, duke u dhënë shpejtësi të mjaftueshme për të shpëtuar gravitacionin e dobët marsian. Dhe ngadalë, molekul pas molekule, vit pas viti, milion pas milioni vjet, atmosfera e Marsit u hollua dhe u largua në hapësirë. Marsi nuk vdiq në një katastrofë të vetme. Ai vdiq ngadalë, gjatë qindra milion vjetve, si një qenie gjallë që humb ajrin jo nga shpërthim, por nga rrjedhje ngadalt, konstante e pathieshme. Oqeanet avulluan, lumenjt u tharën, temperaturat ranë, dhe planeti u bë kjo shkretëtirë e ngrirë kozmike që shohim sot. Dhe tani, pasi kuptuat tragjikën e kësaj historie, erdhi diçka që solli konfirmimin e plot dhe të pakontestueshëm shkencor. Erdhi zbulimi që ndryshoi gjithçka. Në shtatorin e vitit 2014, pas 9 muajsh udhëtimi hapësinor, sateliti Maven arriti në orbit rreth Marsit. Maven ishte ndërtuar nga laboratori atmosferik dhe hapësinor i Universitetit të Colorados Boulder, me mbështetjen e plot të NASA-s, dhe kishte instrumente të sofistikuara të hartuara posaçërisht për të matur llojet dhe shkallët e proceseve ionasferike dhe atmosferike aktuale. Kostoja e misionit ishte $730 milion amerikane dhe secili cent i atyre parave solli kthim shkencor të jashtëzakonshëm. Maven detektoi me precizion të paprecedent se era diellore rrëmben nga atmosfera e Marsit, qindra gram material atmosferik çdo sekond të vetme, kryesisht jone oksigjeni dhe jone karboni të ionizuara. 100 gram duket pak, shumë pak, por shumëzojeni me 60 sekonda, pastaj me 60 minuta, pastaj me 24 orë, pastaj me 365 ditë, pastaj me 1000 vjet, pastaj me 1 milion vjet dhe me 1 miliard vjet. Sasia totale e materialit atmosferik të larguar gjatë miliardave vjetve nga Marsi bëhet kolosale dhe shpjegon plotësisht gjendjen aktuale. Maven konfirmoi kështu, me të dhëna direkte dhe matje të sakta, mekanizmin eksakt me të cilin Marsi humbi botën e tij. Por edhe sot, me atmosferën e hollë dhe të varfër që i ka mbetur, procesi vazhdon pa ndalur. Çdo ditë, Marsi vazhdon të humbas grimcat atmosferës. Të dhënat e Mavenit ishin si raporti mjekësor pas diagnozës fatale.
të qarta, precize dhe pa rrugdalje të dukshme. Por shkencëtarët nuk pranuan ta dëgjonin vetëm si historinë e vdekjes. Ata e ndërtuan pyetjen ndryshe, jo vetëm çfarë humbi Marsi, por a mund ta fitoj sërish dhe nëse po, si? Ndërkohë, 225 milion kilometra larg, roveri Curiosity po ecste ngadalë dhe me kujdes nëpër podiumin e kraterit Gale, duke hedhur syrin e instrumenteve kimike ndaj çdo shkëmbi interesant. Curiosity kishte ulur në gusht të vitit 2012, i pajisur me laboratorin kimik më të sofistikuar dhe më të kompletuar të dërguar ndonjëherë jashtë tokës. Dhe ndërkohë që Maven po analizonte humbjen atmosferike nga lart, Curiosity po konfirmonte nga poshtë pasojat e kësaj humbjeje. Mineralet argjilore të formuara nga uji, sedimentet fluviale me shtrezim karakteristik dhe kushtet kimike që dikur kishin qenë të mundshme për jetën mikrobiake. Bashk, këto dy instrumente krijuan portretin definitiv të Marsit si planeti humbur, por ndoshta jo i pariktyeshëm. Dhe pikërisht kjo fjalë e fundit, ndoshta, ndryshoi trajektoren e mendimit shkencor. Pyetja e terraformimit, e quajtur kështu sepse do të thotë fjalë për fjalë ndryshimi i formës së tokës, por aplikuar ndaj Marsit, nuk është e re, por ka ndryshuar natyrën e saj thellësisht me kalimin e dekadave, duke u shndërruar nga ëndër utopike e autorëve të romaneve fantastiko-shkencore në objekt serioz të llogaritjeve inxhinierike dhe debatit akademik me formula dhe ekuacione konkrete. Fjalën terraformim e shpiku Jack Williamson, shkrimtar amerikan i letërsisë fantastiko-shkencore, në vitin 1962 në novelën e tij Sowing the Wind. Por kalimi nga metafora letrare në hipotezë shkencore ndodhi kur një nga gjigantët e astronomisë të shekullit 20 mori penën dhe filloi të llogariste me seriozitet akademik. Carl Sagan, astrofizikan i Universitetit Cornell, sot i njohur kryesisht si komunikator shkencor dhe prezantues i serisë televize Cosmos, ishte para çdo gjëje tjetër shkencëtar i rrept me kontribute të rëndësishme. Në vitin 1973, Sagan botoi në revistën Icarus, njëra nga revistat kryesore shkencore të shkencave planetare, punim ku trajtoi drejt për drejt Marsin, duke propozuar se prezantimi i organizmave fotosintetizuese, posaçërisht algave të inxhinieruara gjenetikisht për të mbijetuar në kushtet ekstreme marsiane, mund të ndryshonte ngadalë kimizmin e atmosferës marsojane, duke prodhuar oksigjen dhe duke filluar procesin e transformimit biologjik gradual. Propozimi i Saganit ishte modest dhe me horizont kohor shumë të gjatë. Ai nuk pretendoi se kjo mund të bëhej lehtë ose shpejt, por argumentoi se ky nuk ishte problemi fizikës themelore, por problem i inxhinierisë. Dhe kjo dalim i vogël ndërmjet të pamundurës dhe vështirës kishte rëndësi historike të madhe. Sepse shkencat inxhinierike kanë historinë e tyre të kapërcimit të problemeve gjigante me kohë dhe burime të mjaftueshme. Pas Saganit, debati shkencor u rrit dhe u bë gjithnjë e më i sofistikuar. Christopher McKay nga NASA Ames Research Center, bashkë me kolegët e tij Robert Haynes dhe shkencëtar të tjerë biolog planetar, zhvilluan gjatë viteve 80 dhe 90 të shekullit 20 disa nga analizat e para të plota dhe të strukturuara të fazave të terraformimit. McKay argumentoi se terraformimi mund të ndahej në 3 faza kryesore të mëdha. Faza e parë do të ishte ngroja fizike e planetit dhe trashja e atmosferës për të arritur presionin minimal fizik. Faza e dytë, duke supozuar se e para kishte arritur rezultate, do të ishte futja e jetës biologjike të inxhinieruar për të prodhuar oksigjenin e lirë. Faza e tretë, pas qindra e mijëra vjetësh, do të ishte krijimi i biosferës së plot të ekuilibruar biologjikisht, të ngjashme me biosferën e tokës, por të përshtatur specifikisht me kushtet marsiane. McKay dhe bashkautori i tij, Owen Brian Toon, propozuan metoda konkrete për fazën e parë. Fabrika industriale të mëdha në sipërfaqen e Marsit, të fuqizuara nga energjia dielore ose bërthamore, do të prodhonin gaze ser artificiale,
me fuqi absorbimi shumë herë më të madhe se dioksidi i karbonit. Gaze si perfluorokarbonet kanë efekt serë disa mijëra herë më të fortë se dioksidi i karbonit dhe mund të prodhohen sintetikisht nëse janë të disponueshme lëndët e para të nevojshme. Sasia e lëndëve të para të nevojshme për të ndezur efektin serë të Marsit, sipas llogaritjeve të Mackayit, do të kërkonte dekada intensive pune me fabrika industriale të fuqisë disa qindra megavatve, teknologji hapësinore avancuese dhe aftësi transportimi kozmik që të i kalojnë çdo gjë ekzistuese sot. Por propozimi që ka kapur imagjinatën publike dhe mediatike më shumë se çdo tjetër, i takon inxhinierit hapësinor Robert Zubrin, themeluesi Mars Society dhe autori i librit The Case for Mars, botuar në vitin 1997. Zubrin është avokat i pasionuar i kolonizimit të shpejtë dhe pragmatik të Marsit dhe ka propozuar metoda praktike duke u fokusuar në ato çka mund të bëhet me teknologjitë e ardhshme të afërta. Ai ka argumentuar për importimin e amoniakut nga hënat e jashtme të sistemit diellor si burimi i azotit dhe ngrohjes termike, për fabrikat e gazeve serë me fuqi bërthamore dhe për sekuencën e hapave që mund të nisë terraformimin brenda disa dekadave, edhe pse efektet e plota do të merrnin qindra vjet të paktën. Zubrin ka qenë kritik i ashpër i atyre që i quajnë projektet e tilla të pamundura, duke argumentuar se njerëzimi ka kapërcyer pengesa të ngjashme gjatë gjithë historisë kur ka pasur vullnet dhe vizion. Dhe pastaj erdhi propozimi i Elon Muskut, propozim dramatik që ngriti vetullat e shumë shkencëtarëve serioz. Musk, themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i SpaceX, ka argumentuar hapur dhe me entuziazëm se mënyra më e shpejtë për të ngrohur Marsin do t'ishte detonime bërthamore mbi kapakët polar të planetit, veçanërisht mbi kapën polare jugore, e cila përmban sasi të konsiderueshme dioksidi karboni të ngrirë në shtresën sipërfaqësore të ujit të ngrirë. Eksplodzionet bërthamore do të avullonin sasi masive dioksidi karboni dhe uji, duke filluar efektin serë me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe duke iniciuar zinxhirin e reagjimeve klimatike. Musk ka folur hapur për këtë ide gjatë intervistave të shumta publike. Komuniteti shkencor ka reaguar me skepticizëm të madh dhe me arsye të forta shkencore. Problemet janë shumëfishe dhe serioze. Detonime bërthamore mbi sipërfaqen ose atmosferën e Marsit do të krijonin rrezatim bërthamor masiv, duke kontaminuar planetin me izotop radioaktiv për shekuj me radhë, gjë që do ta bënte praktikisht të pamundur çdo kolonizim të mëvonshëm. Dhe mbi të gjitha, sasia aktuale e dioksidit të karbonit të disponueshme në kapakët polar dhe nën tokë marsiane nuk mjafton asafërsisht për të krijuar atmosferë të banueshme, edhe nëse avullohet absolutisht gjithçka. Pikrisht ky problem i sasisë çoi në studimin shkencor që ndryshoi rrjedhën e debatit dhe bëri tituj të mëdhenj ndërkombëtar. Në korikun e vitit 2018, revista Nature Astronomy, njëra nga revistat shkencore me reputacionin më të lartë botëror, botoi punim nga Bruce Jakoski nga Universiteti i Colorados dhe Christopher Edwards nga Universiteti i Arizonës Veriore. Ky punim paraqiste vlerësimet më të plota dhe metodikisht më të sakta deri atëherë të sasisë totale të dioksidit të karbonit të disponueshëm aktual mbi Marsin, duke përfshirë kapakët polar, shkëmbinjtë e sipërfaqes, tokën nën sipërfaqe dhe shpërbashkimin e mundshëm të mineraleve karbonatike. Rezultati kishte qartësinë dëshpëruese të matematikës. Jakoski dhe Edwards llogaritën se edhe nëse do të çlirojnim absolutisht gjithë dioksidin e karbonit të aksesueshëm me teknologjitë e mundshme, presioni atmosferik i arritur do të ishte vetëm rreth 60 milibara. Kjo është afërsisht 6% e presionit atmosferik të tokës. Mjafton teorikisht për të mbajtur ujit të lëngshëm të qëndrojë në sipërfaqe në temperatura të caktuara, por nuk mjafton as pak për frymëmarrje njerëzore. Mesazhi i studimit ishte i drejtë për drejtë dhe i pakontestueshëm. Me rezervat e njohura të dioksidit të karbonit të Marsit, terraformimi i plot atmosferik nuk është i realizueshëm me teknologjitë aktuale ose të afërta. Por historia e shkencës njerëzore na ka mësuar diçka shumë të rëndësishme. Kufizimi i sotëm nuk është gjithmonë kufizimi i përjetshëm.
Dhe kjo njohje kthehet sërish tek pyetja e fushës magnetike, problemi themelor që i kalon dhe i ngërthen të gjithë problemet e tjera. Nuk mund ta mbushësh atmosferën e Marsit duke injektuar gaze nëse era diellore vazhdon t'i gërryj dhe largoj ato pa pushim. Maven i tregoj se kjo gërryerje ndodh çdo sekond e resot. Prandaj çdo plan serioz terraformimi duhet të adresoj fillimisht problemin e fushës magnetike, jo si shtesë, por si parakusht themelor. Jim Green, kreu i shkencave planetare të NASA-s deri në vitin 2021, prezantoi në vitin 2017 në konferencen Planetary Science Vision 2050 Workshop propozimin e tij të guximshëm dhe matematikisht të argumentuar. Ai sugjeroi vendosjen e magnetëve artificial të fuqishëm në pikën lagranziane L1 të sistemit Mars-Diell, pikë hapësinore e ekuilibruar në hapësirën ndërmjet dy trupave qiellor, ku gravitetet balancojnë njëri tjetrin dhe ku çdo objekt i vendosur mbetet relativisht i qëndrueshëm, pa nevojë të madhe për energji mbajtëse. Magnetët e vendosur atje do të krijonin fushë magnetike artificiale, që do të mbulonte Marsin si mburoje madhe e padukshme, duke deflektuar pjesën dërmuese të erës diellore dhe duke lejuar atmosferën të grumbullohej gradualisht. Llogaritjet e Greenit tregonin se magnetët relativisht modest në rendin e disa teramuaj magnetik do të mjaftonin për të reduktuar ndjeshëm flukset ionike ndaj Marsit. Kjo, me kalimin e kohës, do të lejonte avullimin natyral të rezervave të ngrira të dioksidit të karbonit dhe ujit, ngadalë duke trashur atmosferën dhe duke ngritur temperaturën sipërfaqësore me gradë të rëndësishme. Sfida teknike mbeten kolosale dhe nuk duhet fshehur. Ndërtimi, transporti dhe vendosja e magnetëve të tillë në distancë qindra milion kilometra nga toka, me fuqi dhe dimensione të mjaftueshme për të ndikuar mbi të gjithë planetin, te i kalon me shumë kapacitetin e çdo agjencie hapësinore aktuale. Por koncepti është i shëndosh fizikisht, llogaritjet mbajnë, dhe nuk ka asnjë ligj themelore të fizikës që ta ndalojë. Është vetëm çështje inxhinierie, transporti dhe burimesh të mjaftueshme. Ndërkohë që debati për terraformimin e plot vazhdon i ndezur, një paradigmë tjetër po fiton gjithnjë më shumë terren praktik dhe seriozitet inxhinierik. Para terraformimi, ose terraformimi parcial dhe gradual. Ideja nuk synon të ndryshojë të gjithë planetin brenda ndonjë afati të arsyeshëm kohor, por të krijohen ambiente të vogla, të mbrojtura dhe të menaxhueshme, brenda të cilave jeta dhe aktiviteti njerëzor mund të zhvillohet duke pritur terraformimin e plot. Kupola gjigante prej polimeri transparent apo xhami aerogjeli shumë shtresor mbi zona të zgjedhura të sipërfaqes marsiane, të mbilura hermetikisht dhe të pajisura me sisteme atmosferike autonome, do të lejonin krijimin e mjediseve jetësuese brenda një planeti akoma krejtësisht të pabanueshëm. Kjo nuk është terraformimi i romancierëve, por është hapi i parë i vërtet, i menaxhueshëm dhe teknikisht i arriqueshëm. Dhe pikërisht ky hap i parë, kolonizimi fiestar i kufizuar me strehim nëntoksor dhe kupola sipërfaqësore të mbrojtura, është ai mbi të cilin NASA, SpaceX, Agjencia Hapësinore Europiane dhe agjencie organizata të tjera hapësinore po punojnë seriozisht me plane dhe afate konkrete. Jo si ëndër utopike, por si projekt inxhinierik me faza të specifikuara dhe kosto të llogaritshme. Marsi, planeti i kuq dhe i fjetur, ka historinë e tij tragjikomike dhe mahnitëse njëkohësisht. Kishte ujë, kishte ajër, kishte mundësinë e gjallërimit. Pastaj humbsi mbrojtjen e tij dhe u bë kjo shkretëtirë kozmike. Por tani, për herë të parë në historinë miliardvjeçare të planetit, ekziston një specie e aftë ta shohë atë histori dhe të pyes: a mund ta ndryshojmë fundin? Sepse pyetja a mund të ringjallim një planet të vdekur nuk është vetëm pyetje teknike me formula dhe ekvacione. Ajo është pyetje mbi vetë natyrën e ambicies njerëzore, mbi kufitë e inxhinierisë, mbi raportit ton me kozmosin dhe mbi çfarë do të thotë të jesh specie e aftë të ndryshoj planet. Llogaritjet ekzistojnë, debatet janë të hapura,
provat shkencore janë akumuluar. Dhe rrugtimi drejt kuptimit të plot të asaj çfarë terraformimi do të kërkonte realisht, çfarë rreziqesh të panjohura mbart, cilat teknologji do të duhen ndërtuar dhe çfarë vendimesh etike janë të lidhura me ndryshimin e një planeti tjetër, ky rrugtim sapo ka filluar. Rrugtimi fillon me një akt të thjesht por të domosdoshëm, sqarimin e fjalëve. Sepse njëra nga pengesat më të mëdha drejt kuptimit real të terraformimit nuk është ignoranca e shkencës, por konfuzioni ndërmjet koncepteve që tingëllojnë të ngjashme, por janë dramatikisht të ndryshme në kërkesat e tyre fizike dhe sasiore. Kur një shkencëtar thot se terraformimi i Marsit është i mundshëm dhe një tjetër thot se është i pamundur, shpesh janë duke folur për gjëra krejtësisht të ndryshme. Përdorin të njëjtën fjalë, por nënkuptojnë qëllime të ndryshme, afate kohore të ndryshme dhe kritere suksesi thelbësisht të ndryshme. Dhe ky konfuzion, nëse lihet i pasqaruar, e bën çdo debat publik mbi Marsin pothuajse të pakuptimt. Le t'ua tregoj me 3 skenar konkret. Imagjinoni Marsin në vitin 2100, 100 vjet nga sot. Në skenarin e parë, koloni të vogla robotike dhe njerëzore operojnë në habitate nën-toksore të presionizuara, duke nxjerrë burime mineral dhe duke prodhuar oksigjen për konsum të brendshëm. Njerëzit qëndrojnë gjatë misioneve të gjata, të veshur me kostume presionale të avancuara, por mbeten gjithmonë brenda strukturave mbrojtëse. Jashtë, Marsi mbetet akoma i pabanueshëm krejtësisht. Ky skenar, i quajtur shpesh kolonizimi bazë ose faza 0 e prezencës njerëzore, duket teknikisht i arricueshëm brenda shekullit të ardhshëm, me investim të mjaftueshëm dhe progres teknologjik të vazhdueshëm. Në skenarin e dytë, atmosfera e Marsit është trashur mjaftueshëm që një njeri mund të ecë jashtë duke veshur vetëm maskë oksigjeni dhe kostum të lehtë mbrojtës nga rrezatimi ultraviolet, por jo kostum presional me shtypje të brendshme aktive. Presioni atmosferik ka arritur rreth 200 milibar, afërsisht 20% e presionit të tokës, mjaftueshëm për të shmangur efektet e dekompresionit, por jo mjaftueshëm për frymëmarrje njerëzore direkte. Temperatura mesatare ka arritur rreth -10 gradë Celsius, e ftohtë por e menaxhueshme, me veshje të duhur termike. Ky skenar kërkon ndërhyrje kolosale. Trashja e atmosferës me faktor 10, ngrohja e planetit me 50 gradë dhe mbajtja e kësaj gjendjeje kundrejt presionit të vazhdueshëm të erës diellore. Afati kohor i parashikuar në rastin optimist, disa qindra vjet me teknologji të avancuara të disponueshme. Skenari i tretë është ai i plotë dhe i versionit romantiko letrar të terraformimit. Një njeri del jashtë me rroba të zakonshme, merr frym ajrin marsian dhe jeton. Presioni mbi 900 milibar, oksigjen 21%, azot 67%, temperatura mesatare mbi 0. Ky skenar është po aq ambicioz sa çdo projekt i imagjinueshëm nga njerëzimi. Ndoshta edhe ambicioz se çdo gjë tjetër. Afati kohor i parashikuar, madje edhe sipas skenarëve më optimist, matet në dhjetra deri qindra mijë vjet, me teknologji të cilat akoma nuk ekzistojnë dhe probleme themelore si fusha magnetike ende pas zgjidhje të konfirmuar. Kur lexoni lajmet dhe dëgjoni debatin publik mbi kolonizimin e Marsit, është absolutisht thelbësore të dini se cili skenar diskutohet. Propozimet e kompanive private hapësinore fokusohen kryesisht në skenarin e parë dhe hapat e parë të mëvonshëm drejt të dytit. Studimet akademike të specializuara mbi terraformimin e plot fokusohen mbi skenarin e tretë dhe konfuzioni ndërmjet tyre krijon debate paralele që asnjëherë nuk takohen realisht, si dy njerëz duke diskutuar mbi të njëjtën temë, por duke nënkuptuar gjëra krejt të ndryshme dhe duke arritur konkluzione krejtësisht të ndryshme që të dyja janë logjikisht koherente brenda kornizës së tyre. Por tani, pasi kemi sqaruar termat, le të kalojmë tek prova, jo teoria. Jo diskutimi akademik, jo simulimi kompjuterik, por prova eksperimentale e realizuar mbi sipërfaqen aktuale të Marsit,
konfirmuar me të dhëna reale nga instrumente reale. Në 18-in e shkurtit të vitit 2021, roveri Perseverance i NASA-s uli me sukses në deltën e rrjedhjes së lashtë lumore brenda kraterit Jezero. Kriteri Jezero ishte zgjedhur me kujdes midis 10 kandidatëve, pasi analizat orbitale kishin konfirmuar se ishte dikur delta e një lumi të madh marsian që rrjedhte në një liqen me ujë të lëngshëm, gjë që e bënte shumë të mundshme ruajtjen e biosignaturave të lashtë mikrobiake. Por roveri nuk mbarte vetëm instrumente të hulumtimit paleontologjik. Mbarte gjithashtu disa eksperimente teknologjike, prova konceptesh për teknologjitë e ardhshme që do të nevojiteshin për praninë njerëzore. Dhe midis tyre, kompakt dhe i vogël, me masë vetëm rreth 100 gram, ishte ndoshta eksperimenti me implikacionet më të gjera për fatin afatgjat të pranisë njerëzore jashtë tokës. Eksperimenti kishte si qëllim të demonstronte prodhimin e oksigjenit direkt nga atmosfera e Marsit, duke shfrytzuar burimet marsiane dhe jo duke sjell oksigjen të ruajtur nga toka. Kjo ide e quajtur prodhimi i oksigjenit në vend duke shfrytzuar burimet marsiane ishte e rëndësishme për 2 arsye të ndara. E para, astronautët e ardhshëm do të nevojiten oksigjen për frymëmarrje, dhe transportimi i rezervave të mjaftueshme nga toka deri në Mars me shpenzimet e jashtëzakonshme të çdo kilogrami të quar në hapësirë do të ishte prohibitivisht i shtrenjtë. E dyta, oksigjeni i lirë është komponenti kryesor i lëndës djegëse oksidante të raketave, dhe nëse raketa që do t'i sjellë astronautët mbrapsht drejt tokës duhet të ngarkojë gjithë furnizimin e lëndës djegëse nga toka, masa totale e misionit bëhet astronomike dhe praktikisht e pafinancueshme. Procesi teknik quhet elektroliz me oksid të ngurtë dhe funksionon duke ngrohur dioksidin e karbonit nga atmosfera e Marsit deri afërsisht 800 gradë Celsius, ku molekulat e dioksidit të karbonit ndahen dhe oksigjeni mund të izolohet dhe ruhet. Reaktori i vogël ngrohej me energji të furnizuar nga panelet diellore dhe bateritë e Perseverance, duke shfrytzuar saktësisht burimet e disponueshme marsiane, si burim primar energjie dhe atmosferën marsiane si lëndë e parë. Dhe 10 ditë pas uljes, në të 20 prilit të vitit 2021, diçka që nuk kishte ndodhur ndonjëherë më parë, ndodhi mbi sipërfaqen e Marsit. Aparati i vogël gjeneroi rreth 5 gram oksigjen të pastër brenda një ore. 5 gram oksigjen i pastër deri në 98%, standard i lartë i pranueshëm si për frymëmarrje, ashtu edhe për propelant raketor. Kjo sasi mjafton teorikisht për të mbajtur gjallë një astronaut për rreth 10 minuta frymëmarrje normale. Gjatë eksperimenteve të mëvonshme të kryera gjatë misionit, aparati prodhoi gjithsej mbi 122 gram oksigjen, duke konfirmuar vazhdimisht qëndrueshmërinë dhe funksionueshmërinë e teknologjisë në kushtet marsiane reale, me variacionet e tyre termike dhe atmosferike. 5 gram oksigjen duket sasi e parëndësishme dhe në terma absolut vërtet është e vogël, por vlera e atij eksperimenti nuk ishte sasia e oksigjenit të prodhuar. Vlera ishte prova e parë eksperimentale, jo teorike, jo kompjuterike, jo laboratorike mbi tokë, por eksperimentale dhe direkte mbi sipërfaqen reale të Marsit, se teknologjia e prodhimit të oksigjenit nga atmosfera marsiane funksionon. Fizika nuk ishte vetëm e shëndosh teorikisht, por ishte verifikuar praktikisht mbi planetin në kushtet reale marsiane. Ky dallim ndërmjet teorisë dhe provës eksperimentale in situ ka peshë specifike enorme. Shumë gjëra funksionojnë në teori, por dështojnë praktikisht në kushte ekstreme dhe të papritura. Eksperimenti marsian i oksigjenit funksionoi. Shkencëtarët e NASA-s që projektuan eksperimentin vlerësonin se një version i shkallëzuar me masë rreth 1000 kg në vend të 100 grambe do të prodhonte rreth 100 kg oksigjen çdo ditë. Kjo do të ishte sasia e nevojshme afërsisht për të furnizuar me oksigjen 2 deri 3 astronaut që jetojnë dhe punojnë mbi Mars. Projektet e kolonizimit të hershëm propozojnë ekuipazhe fillestare të 6 deri 12 njerëzve,
gjë e cila do të kërkonte versione të shumëfishta paralele të këtij sistemi. Dhe kjo, nga pikpamja e skenarëve bazë të kolonizimit, është teknikisht e menaxhueshme. Por tani vjen pjesa kritike, ajo që duhet deklaruar qartë dhe pa zbutje retorike. Çfarë nuk provon ky eksperiment? Sepse gap i ndërmjet asaj çfarë provon dhe asaj çfarë disa njerëz supozojnë se provon, është i jashtëzakonshëm. Eksperimenti i oksigjenit provon teknologjinë bazike të prodhimit të oksigjenit nga dioksidi i karbonit marsian. Ai nuk provon shkallëzimin planetar, dhe ndërmjet peshgramëve të prodhuar nga aparati i vogël dhe sasisë totale të oksigjenit të nevojshëm për të ndryshuar ndjeshëm atmosferën e Marsit, ekziston një hendek numerik i pabesueshëm, hendek që duhet kuptuar me konkretitet, jo me metafora. Atmosfera e tokës përmban rreth 5 kuadriliard kilogram ajër gjithsej. 21% e kësaj mase është oksigjen i lirë, që do të thotë mbi 150 trilion ton oksigjen të lirë. Marsi, si planet shumë më i vogël, do të kërkonte masa më të vogla, por edhe për skenari minimal të habitabilitetit të nivelit të dytë, nevojiten masa oksigjeni të rendit të miliardave kilogramve. Nëse shkallëzojmë teknologjinë e provuar me faktor 1000 dhe vendosim 1000 fabrika të tilla paralele, do të merrnim afërsisht 100.000 kg oksigjen çdo ditë. Kjo t'ingëllon impresionuese derisa e ndajmë me sasinë totale të nevojshme dhe kuptojmë se do të merrnim mijëra vjet vetëm për të prodhuar sasinë e parë të matshme atmosferikisht. Dhe kjo me supozimin optimist se oksigjeni i prodhuar qëndron, gjë e cila na sjell drejt për drejt tek problem i fushës magnetike. Çdo oksigjen i prodhuar dhe i lëshuar në atmosferën e hapur të Marsit do të fillojë menjëherë të ekspozohet presionit konstant të erës diellore. Ngadalë, shumë ngadalë, por pa ndalesë, ai oksigjen do të erodojë. Kjo nënkupton se nuk mund të llogarisësh thjesht sasinë e prodhuar, duhet të llogarisësh gjithashtu normën e humbjes dhe të sigurohesh se prodhimi të i kalon humbjen me faktor mjaftueshëm të madh. Dhe pa fushën magnetike, ky faktor të i kalimi duhet të jetë jashtëzakonshëm. Eksperimenti i oksigjenit gjithashtu nuk provon asgjë për problemin e azotit. Toka ka 67.08% azot në atmosferë dhe ky azot shërben si rregullator kritik i shumëfisht. Hollvëzon oksigjenin në përqendrime të sigurta biologjikisht, kontribuon në presionin total atmosferik dhe është i domosdoshëm për biokimizmin e rritjes bimore nëpërmjet fiksimit biologjik të azotit. Marsi ka vetëm 2.6% azot dhe shumë prej tij është i lidhur kimikisht me minerale gjeologjike dhe nuk është i aksesueshëm me metoda ekonomikisht racionale. Nuk ka asnjë eksperiment aktual që provon rrugën praktike drejt zgjidhjes së deficitit masiv të azotit marsian dhe asnjë nga skenarët e propozuar për importimin e azotit nga truprat e tjerë të sistemit diellor nuk është testuar, as edhe si prototip minimal. Pra, kemi provën, kemi realitetin e saj specifik, kemi kufirin e qartë të saj. Tani, le të kthehemi nga diçka tepër teknike drejt diçkaje shumë të vjetër dhe shumë të vogël, sepse pikrisht atje gjendet ndoshta paralelia më e qartë dhe ndriçuese për gjithë këtë projekt. Imagjinoni një krijesë kaq të vogël sa nuk mund ta shihni kurrë me sy të lirë, as me sa mundim të dëshironi. 2 deri 5 mikrometra e gjatë, pa bërtham qelizore, pa organet dallueshme, pa intelekt, pa asnjë lloj kompleksiteti biologjik të methënës, sipas çdo kriteri makroskopik. Thjesht një qelizë vogël me membranë të jashtme, me pigmente fotosintetizuese brenda dhe me aftësinë elementare për të marrë dritën diellore dhe për të kthyer dioksidin e karbonit dhe ujin në oksigjen dhe lëndë organike. Ju quajmë cianobakteri. Ato ekzistojnë sot pothuajse të pandryshuara në thelbinë e tyre biokimik prej miliardash vjetësh, në oqeanet tona, në ujërat e ëmbla, në shkëmbijnë të lagët, në sipërfaqet akullore polare, madje
edhe nën sipërfaqen e disa shkëmbinjve transparent të kuarcit dhe feldspatit në shkretirat e Antartikës dhe Atakamës, ku shfrytëzojnë rrezet e dobta të dritës që filtrohen me vështirësi nëpër materialin mineral kryesor. Janë krijesa të vogla dhe të pafuqishme sipas çdo kriteri makroskopik që mund të mendoni. Asnjë individ prej tyre nuk mund të ndryshojë asgjë matërishme në botë, por kolektivisht, me numër të pabesueshëm dhe me kohë të mjaftueshme, bën diçka që asnjë forcë gjeologjike në historinë e planetit nuk mund ta imitonte. 2 miliard e 400 milion vjet më parë, cianobakteret filluan të ndryshojnë atmosferën e tokës. Filluan të prodhojnë oksigjen nëpërmjet fotosintezës me shpejtësi që të i kalojë ngadalë por qartë shpejtësinë me të cilën gjeologjia e tokës mund të absorbon nëpërmjet reaksioneve me hekurinë e tretshëm dhe mineraleve të tjera reduktuese. Dhe ngadalë, gjatë 300 deri 400 milion vjetësh, oksigjen filloi të grumbullohet si gaz i lirë në atmosferë. Ky transformim, i quajtur ngjarja e madhe e oksidimit, ndryshoi jo vetëm kimizmin atmosferik, por ndryshoi trajektoren e gjithë historisë biologjike të planetit. Organizmat që kishin evoluar miliarda vjet në atmosferën primordiale anaerobe, ku oksigjeni ishte një rrezik jo burim, u gjetën papritur të rrethuar nga ky gaz reaktiv dhe helmatisës. Shumica vdiqën ose u tërhoqën drejt mjediceve anaerobe mbetse. Por organizmat aerobe, ata që mund të shfrytëzonin oksigjenin si burim energjie, shumë herë më eficient se fermentimi, u lulëzuan. Biodiversiteti u rrit dramatikisht. Energjia metabolike e disponueshme për organizmat u shumëfishua. Dhe miliarda vjet më vonë, pas evolucionit gradual të shumëqelizorëve, organizmave të zhvillimit kompleks dhe eventualitetit të sistemeve nervore dhe intelektit, një specie e vetme u gjend duke analizuar këtë transformim planetar antik dhe duke pyetur: a mund ta bëjmë ne diçka analoge diku tjetër qëllimisht? Paralelia ndërmjet mikros dhe makros është e drejtë për drejtë dhe ka fuci shpjeguese të jashtëzakonshme. Procesi kimik i fotosintezës ndodh brenda strukturave të quajtura kloroplaste, organele qelizore madhësia e të cilave matet në mikrometra të pakta. Produkti kumulativ i atij procesi mikroskopik, i shumëzuar me miliarda e miliarda qeliza dhe me qindra milion vjet kohë, është ndryshimi i plot i kimizmin të atmosferës planetare, kalimi nga bota anaerobe në botën aerobe. Skala më e vogël e mundshme biologjike, reaksioni kimik brenda një qelize individuale, shkaktoi ndryshimin më të madh planetar të mundshëm. Mikrokozmi dhe makrokozmi janë të lidhur me fije biologjike të padukshme, fije të ekzistencës dhe të transformimit. Dhe kjo paralele tani po kalon nga metafora shkencore historike shpjeguese në propozim aktiv dhe serioz. Biologjia sintetike moderne, me mjetet e pabesueshme të edicionit gjenetik të drejt për drejt dhe të rrugëve metabolike artificiale, po pyet çfarë nëse do të inxhinieronim qelizat fotosintetizuese jo thjesht për të mbijetuar në kushtet marsiane, por për të qenë optimizuara drejt për transformimin e atmosferës marsiane. Jo adaptime të prodhuara nga evolucioni plotësisht i rastit, por dizajn i drejtuar me qëllim drejt objektivave planetare specifike. Organizmat si Chroococcydopsis, gjinja e cianobaktereve të njohur si ndërorganizmat e tokës me rezistencë më të lartë ndaj kushteve ekstreme, janë studiuar intensivisht si kandidat potencial marsian gjatë 2 dekadave të fundit. Ato mund të mbijetojnë temperatura tepër të ulta, mungesë pothuajse totale të ujit të lëngshëm, doza të larta rrezatimi ultraviolet dhe ionizues dhe kushte presioni shumë të ulët atmosferik. Janë gjetur duke rritur nën sipërfaqen e shkëmbinjve transparent të kuarcit dhe feldspatit në shkretirat e Antartikës dhe Atakamës, duke shfrytzuar dritë që pothuajse nuk ka përcen asnjë prag të detektimit të sensorëve standard. Ato janë, me fjalë të tjera, tashmë të parafton biologjike ekzistuese, të gatshme për të modifikuar dhe optimizuar.
Dhe grupi I hulumtimit, I udhëhequr nga studiuesi Cyprien Verseux nga Universiteti I Bremenës, ka bërë diçka edhe më konkrete dhe domethënëse. Ka testuar eksperimentalisht rritjen e cianobaktereve në kushte atmosferike të simuluara marsiane, presioni I ulët rreth 50 milibar, temperatura të ftohta, intensitet I ulët I ndriçimit. Cianobakteret jo vetëm mbijetuan, por rriten aktivisht, duke kryer fotosintezë dhe duke prodhuar oksigjen në ato kushte. Ky nuk është simulim kompjuterik, ky nuk është ekstrapolim teorik. Kjo është prova laboratorike direkte e fizibilitetit biologjik në kushte marsiane të rishkruara. Por pikërisht këtu, kur entuziazmi shkencor fillon të ndihet I justifikuar dhe provat fillojnë të akumulohen, vjen pyetja e logjikshme dhe e shëndetshme, pyetja e skepticizmit. Shumë njerëz, duke dëgjuar të gjitha këto propozime, ndjejnë një distancë intuitive. Cianobakteret mbi Mars, transformimi biologjik planetar, eksperimentet laboratorike të ekstremofuave, a nuk tingëllon kjo si shkencë fiksion e maskuar me terminologji shkencore? A nuk është po ajo lloj entuziazmi sistematikisht I pa justifikuar historikisht si reaktorët e Bashkimit Bërtamor dhe mjekësia e personalizuar gjenetike, premtime të mëdha dhe rezultate gjithmonë 20 vjet larg realizimit të plot? Ky skepticizëm është I drejtë dhe I shëndetshëm. Meriton përgjigje konkrete, jo retorike, jo metaforike, por të bazuara në fakte të verifikueshme nga burime të pavarura. Fakti I parë. Deinococcus radiodurans ekziston dhe është I studiuar holësisht prej dekadash. Ky organizm I regjistruar si rekordin botëror të rezistencës biologjike ndaj rrezatimit ionizues, mund të mbijetojë doza rrezatimi 150 herë mbi dozën vdekjeprurëse për qelizat njerëzore dhe madje shumë herë mbi çdo nivel të matshëm mbi sipërfaqen e Marsit. Mund të jetë I ngrirë dhe shkrirë pa humbur funksionimin, I dehidratuar pothuajse plotësisht, ekspozuar ndaj vakumit hapësinor dhe rrezatimit ultraviolet intens. Mekanizmat molekular të riparimit të ADN-së të kësaj bakteri janë hartuar me precizion të detajuar dhe kuptuar plotësisht. Ky organizm nuk u projektua nga asnjë laborator, u prodhua nga procesi plotësisht I rastit dhe I padrejtuar I evolucionit darwinian përgjatë miliarda vjetëve. Nëse rasti prodhoi Deinococcus radiodurans, çfarë mund të prodhoi dizajni I drejtuar me mjetet e biologjisë sintetike moderne të shekullit 21? Fakti I dytë. Mekanizmat biokimik të fotosintezës janë plotësisht të kuptuar dhe të dokumentuar në nivel molekular deri te konfigurimi tredimensional I çdo proteine kompleks të zinxhirit të transferit të elektroneve. Kjo nuk është fushë e panjohur. Kaskada e reaksioneve kimike që kthejnë dritën, ujin dhe dioksidin e karbonit në oksigjen dhe karbohidrate, çdo hap katalizues, çdo enzim specifike, çdo mekanizëm I transferit të energjisë janë hartuar me precizion të lartë dhe janë botuar gjerësisht. Nuk janë mister shkencor. Inxhinierja e tyre është sfiduese teknologjikisht dhe kërkon aftësi të larta, por nuk blokohet nga asnjë ligj themelor I fizikës, kimisë ose termodinamikës. Fakti I tretë dhe ndoshta ai me implikimet më direkte. Eksperimentet e Verseux dhe kolegëve të tij konfirmuan eksperimentalisht se cianobakteret jo vetëm mbjetojnë, por rriten aktivisht dhe prodhojnë oksigjen nën presion atmosferik të simuluar marsian rreth 50 millibar. Kjo nuk ishte parashikim teorik apo model kompjuterik, ishte matje direkte laboratorike me rezultat pozitiv. Dhe matjet direkte me rezultat pozitiv kanë peshë specifike shkencore të ndryshme nga spekulatët, pavarësisht nga sa inteligjente apo mirë të argumentuara janë ato. Por duhet të jemi të ndershëm dhe të sakt deri në fund. Dhe kjo është pjesa ku shumë prezantime publike dështojnë. Konfirmimi I fizibilitetit biologjik laboratorik nuk është I njëjtë me konfirmimin e realizueshmërisë praktike planetare. Ndërmjet rritjes në kushte simulate marsiane dhe rritjes reale mbi sipërfaqen e Marsit me rrezatim real kozmik, me erë reale diellore dhe me regjimet e vërteta termike sezonale, distanca mbetet e konsiderueshme dhe jo e eliminuar nga ndonjë provë ekzistuese.
Ndërmjet rritjes reale mbi sipërfaqen e Marsit dhe efektit atmosferik të matshëm mbi të gjithë planetin, distanca është akoma shumë herë më e madhe. Dhe ndërmjet efektit atmosferik të matshëm dhe transformimit planetar real drejt habitabilitetit, distanca matet në qindra mijëra vjet, edhe sipas skenarëve teknologjikisht optimist. Të gjitha këto distanca janë reale. Asnjëra nuk është arsye për të hedhur poshtë tërësisht hulumtimin, por asnjëra nuk duhet të anashkaluar me nxitim. Sepse vërtet, biologjia dhe inxhinieria e kombinuara mund të ofrojnë sinergjitë e papritura. Vërtet, prodhimi artificial i gazeve serë mund të ngrohë planetin mjaftueshëm për të filluar avullimin e dioksidit të karbonit polar, gjë e cila trash atmosferën, gjë e cila lejon presion më të lartë, gjë e cila lejon ujin të qëndrojë i lëngshëm, gjë e cila lejon organizmat biologjik të rriten, gjë e cila prodhon oksigjen, gjë e cila ndryshon qimizmin atmosferik. Çdo hap ndërvepron me hapat e tjerë. Sistemet sinergjetike mund të kompresojnë afate kohore dramatikisht krahasuar me procesit të izoluar. Dhe ky kuptim i ndërveprimeve sistemike na sjell te pyetja e fundit e kësaj analize. Pyetje e cila ka implikacione që tejkalojnë teknikën dhe shkencën dhe hyjnë drejt për drejt në territorin e vendimeve civilizuese. Njerëzimi ka ndërtuar projekte kolosale me horizonte kohore të gjata dhe me brezni njerëzish që punojnë një pas njëshëm, pa parë ndonjëherë fundim personal. Ndërtuesit e parë të sistemeve të mëdha ujitëse të Mesopotamis nuk pan pasardhësit e largët të mbretërive të tyre. Ndërtuesit e fillimit të katedraleve mesjetare nuk jetuan për të parë kulmimin. Themeluesit e universiteteve të shekullit të 12 nuk pan fizikanët dhe kimistat e shekullit 20 që dolen nga ato institucionet. Por çdo gjenerat kontribuoi, çdo brez shtoi diçka dhe kolektivisht ndërtuan diçka shumë më të madhe se çdo individ mund ta imagjinonte vetëm. Arkitekti katalanas Antoni Gaudí nisi punën mbi katedralen e Sagrada Familia në Barcelonë në vitin 1892. Gaudí ndërroi jetë pa e parë të kompletuar dhe pa parashikuar kurrë se do ta shihte të kompletuar. Por kishte hartuar vizionin, kishte hedhur themelet, kishte caktuar logjikën strukturore që do ta udhëhiqte gjithçka pas tij. Gjeneratat e arkitektëve, skulptorëve dhe inxhinierëve që erdhën pas tij interpretuan dhe zbatuan atë vizion, brez pas brezi, pa asnjëherë e braktisur projektin. Katedralja nuk është kompletuar ende, mbi 130 vjet pas fillimit. Por ka vlerë reale, ka kuptim real, dhe secili kontributor individual ka pasur rëndësi të vet, pavarësisht nga fakti se asnjë prej tyre nuk e pa fundin. Nëse qytetërimi njerëzor arrin të ruaj vazhdimsinë institucionale dhe teknologjike ndër shekujt e ardhshëm dhe nëse investon burime konsistente ndaj hulumtimit planetar dhe biologjisë hapësinore, afatet kohore kolosale të terraformimit bëhen njëherësh reale dhe të menaxhueshme si projekt kolektiv civilizues. 1000 vjet është afat i madh, por jo i pamendueshëm. Piramidat e Egjiptit ndërtoheshin para 4500 vjetësh dhe janë akoma atje. Shkrimi, si teknologji, ka 5500 vjet. Njeriu si specie biologjike ekziston 300.000 vjet. Afati kohor i transformimit të Marsit drejt habitabilitetit minimal, nëse llogaritjet e moderuara mbajnë, bie brenda afatit të civilizimit njerëzor si fenomen historik, jo brenda jetës individuale. Dhe kjo pikë, e shprehur me precicion dhe jo me entuziazëm të lirë, ndryshon pyetjen qendrore. Pyetja e vërtet nuk është nëse mund ta ringjallim Marsin brenda jetës sonë. Pyetja është nëse mund ta nisim seriozisht brenda jetës sonë, nëse mund ta çojmë disa hapa para brenda kohës sonë, dhe nëse mund ta trashëgojmë si projekt të civilizimit, jo si projekt të individëve apo qeverive kalimtare. Siç ndërtuan katedralet mesjetare gjenerata të tëra njerëzish, secila duke mos parë fundin, por duke kontribuar me besim në ndërtimin gradual të diçkaje shumë më të madhe se vetja dhe brezi i saj, llogaritjet tregojnë rrugën. Provat eksperimentale konfirmojnë fizibilitetin e disa hapave kritik. Kufijt janë real dhe të dokumentuar.
por distanca ndërmjet kufive aktual dhe destinacionit të largët nuk është argument për heqje dorë. Është argument për kuptim të qartë, planifikim të ndershëm dhe vendim të vetëdijshëm civilizues. Sepse rrugtimi drejt transformimit të Marsit nuk fillon me fabrikat atmosferike dhe organizmat e inxhinieruar. Fjo me vendimin nëse ja vlen, me kuptimin e plot të asaj çfarë kjo do të nënkuptoj dhe me pyetjet që shkenca vetëm nuk mund t'i përgjigjet. Ato pyetje janë pikërisht ato me të cilat duhet të ballafaqohemi tani, jo si dekorim filozofik i shtuar pas fakteve teknike, por si zemra e vërtet dhe e paevitueshme e gjithë debatit. Sepse modeli shkencor i terraformimit ka kufi të qartë, kufi që arrihen jo nga pamundësia fizike, por nga natyra e vetë shkencës si disiplinë. Fizika dhe kimia dhe inxhinieria janë instrumente të shkëlqyera për të përshkruar çfarë mund të bëhet dhe me çfarë çmimi, por ato janë strukturalisht dhe thelbësisht të paaft për të vendosur çfarë duhet bërë. Ky dalim, i vogël si formulim, është kolosal si pasojë për çdo vendim real. Para se ta shohim plotësisht këtë kufir, le të bëjmë diçka të thjeshtë. Ta shohim shkallën e ndërhyrjes njerëzore ndaj natyrës, ashtu siç ka qenë gjatë historisë. Dhe ta gjejmë kontekstin e vërtet të asaj çfarë nënkupton realisht terraformimi si veprim i njerëzimit. Imagjinoni një kopshtar të thjeshtë. Ai merr një sipërfaqe toke të papunuar, plot me bimë të egra dhe shkurret pa prera, dhe e transformon gradualisht në kopsht të rregullt. E pret, e mbjell, e ujit, e ndryshon sipas nevojës dhe dëshirës sezonale. Asnjë nuk i vë në dyshim të drejtën morale për ta bërë këtë. Punimi i tokës është veprim i konsideruar natyral dhe madje i admirueshëm nga çdo traditë kulturore e njohur, shprehje e civilizimit, e ushqimit dhe e kujdesit njerëzor ndaj ambientit. Kjo është skala familjare, e pranuar universalisht, ndërhyrja e njeriut ndaj naturës brenda kufive tradicionale etik të pakundërshtuara. Tani zgjerojeni vizionin. Qytetet ndërtohen mbi fusha pjellore dhe pyje. Kanal të mëdha ujitse drajnojnë zonat e lagta. Lumenj kryesor devijohen nga kurset e tyre natyrale dhe shpërdahen sipas nevojave bujësore e industriale. Liçene krijohen artificialisht, pas digave gjigante dhe ish liçene natyrore thahen plotësisht. Gjatë gjithë historisë njerëzore, kemi transformuar rreth gjysmën e sipërfaqes toksore të tokës nga ekosisteme natyrore në peizazhe të menaxhuara dhe ndërtuar nga njeriu. Kemi zhvendosur lumenjt kryesor, kemi tharë ishdetet të brendshme si aral, kemi transferuar speciet biologjike ndërkontinentalisht duke ndryshuar rrënjësisht biosferën e ekosistemeve të largta, kemi ndryshuar kimizmin e atmosferës planetare me emetimet tona industriale deri në masë të matshme. Toka, si planet fizik dhe biologjik, nuk është identike me tokën e para 10.000 vjetësh. Ne e kemi ndryshuar. Dhe shumica e njerëzve nuk i quan këto transformime ndërhyrje morale problematike, por histori natyrore të zhvillimit njerëzor. Por tani bëni hapin e fundit vetëm madhësisë kozmike. Jo transformimi i tokës brenda planetit ton, por transformim i trupit qiellor tjetër. Krejtësisht, i botës me historinë e vet, 3,5 miliard vjeçare, me kimizmin e vet të konsoliduar, me ekuilibratin e vet planetar. Marsi nuk është parcele, nuk është lum, nuk është pyll, nuk është biom, është botë e tërë. Dhe pyetja bëhet e ndezur dhe e pashmangshme. Kur kalojmë nga transformimi i pranuar si i natyrshëm tek ndërhyrja e cila kërkon justifikim moral të qartë, eksplicit dhe ndërkombëtarisht të negociuar? Ku ndodhet vija midis veprimit të pranueshëm dhe veprimit që kërkon leje? Kjo pyetje nuk ka përgjigje shkencore. Ka vetëm pozicione etike të cilat rrjedhin nga supozime themelore mbi të cilat njerëzit e sinqert dhe inteligjent nuk bien dakord. A ka vlerë të qëndrueshme çdo formë jete, pavarësisht nga kompleksiteti i saj? A ka integriteti i një sistemi planetar rëndësi intrinsike, pavarësisht nga funksioni i njohur i tij?
Apo vlera është vetëm instrumentale, vetëm në shërbim të qëllimeve të qenieve të vetëdijshme. Dhe ky debat abstrakt bëhet papritur shumë konkret, shumë urgjent dhe shumë personal, kur marrim parasysh diçka që shumë njerëz nuk e dinë ose e injorojnë. Ekzistojnë prova aktuale, të kontestueshme, por reale dhe serioze, se Marsi mund akoma të jetë i gjallë. 3 fjalë. Marsi mund të jetë i gjallë. Jo në kuptimin e kafshëve ose bimëve, por në kuptimin mikrobiologjik, i cili nuk është kuptimi vogël dhe periferik. Mikrobët janë forma dominante e jetës mbi tokë, sipas çdo parametri sasior që mund të imagjinoni, numrit individual, biomasës totale, diversitetit metabolik, shpërndarjes gjeografike, ndikimit kimik dhe planetar. Dhe nëse ekzistojnë mikrobë nën sipërfaqen e Marsit sot, kjo nënkupton diçka revolucionare për kuptimin njerëzor. Se gjeta nuk ka origjinuar vetëm një herë, aksidentalisht, në historinë e sistemit diellor, se universi është shumë më i mbushur me potencialin e jetës se sa kemi imagjinuar ndonjëherë, dhe se kuptimi i vetë ekzistencës njerëzore ndryshon rrënjësisht. Provat filluan të akumulohen gradualisht, me kujdes, me debat të madh brenda shkencor dhe pa konkluzione të menjëhershme. Në vitin 2018, ekipi shkencor i misionit Mars Express të Agjencisë Hapësinore Europiane botoi analizën e instrumentit radar Marsis, i cili depërtonte me valë radio nën sipërfaqen e Marsit deri thellësi të konsiderueshme. Në thellësinë rreth 150 metrash nën kapën polare jugore, instrumenti detektoi reflektues me intensitet shumë të lartë, me karakteristika spektrale të ngjashme me ato që prodhohen nga uji i lëndshëm nën kushte specifike presioni dhe temperature. Gjerësia horizontale e strukturës ishte rreth 20 kilometra. Shkencëtarët propozuan, me kujdes dhe me shumë kualifikime, se mund të ishte liqen nën toksori ujit të kripur të lëngshëm, uji salin, i cili mbetej i lëngshëm edhe nën temperatura shumë nën zero, fal përqendrimit shumë të lartë të kripërave si perklorati. Temperatura e parashikuar aty poshtë do të ishte rreth minus 70 gradë Celsius, shumë nën pikën e ngrirjes së ujit të pastër, por e mundshme si gjendje e lëngshme nëse salinizmi është ekstrem. Reagimi i komunitetit shkencor ndahej në 2 kampe të dallueshme. Ekipi Marsis mbështeti interpretimin e ujit të lëngshëm si hipotezën më të thjeshtë dhe parsimonike. Disa gjeolog planetar argumentuan se reflektori mund të kishte shpjegime alternative të qëndrueshme, depozitime të caktuara mineralesh bazaltike me karakteristika dielektrike të veçanta, shtresa të akullit me strukturë specifike kristaline ose formacione argjilore hidratuese. Studimet të mëvonshme, duke shfrytëzuar seritë kohore më të gjata të dhënave nga Marsis, konfirmuan praninë e disa strukturave reflektuese shtesë në po atë zonë polake, duke ndërlikuar akoma më shumë tablon dhe duke i dhënë pesha ndërmjet hipotezave të ndryshme. Gjersot, debati nuk është mbyllur. Provat nuk janë konkluzive dhe pyetja mbetet hapur në literaturën shkencore. Por ky debat zhvillohet mbi baza të dhënash instrumentale reale, jo mbi spekulata. Ndërkohë, roveri Curiosity bënte zbulime paralele dhe të pavarura. Instrumentet e tij kimik të avancuar detektuan metan në atmosferën marsiane gjatë disa periudhave të ndryshme matjeje, me variacion sezonal suggestiv dhe intrigues, koncentrime disa herë më të larta gjatë dimrit marsian verior dhe nivele shumë të ulta gjatë stinëve të tjera. Metani ka jetëgjatësi relativisht të shkurtër kimike në atmosferën marsiane, rreth 300 vjet sipas llogaritjeve të modeleve fotokimike, gjë e cila do të thotë se burimi duhet të jetë aktual dhe i vazhdueshëm, jo mbetje e kohëve të hershme. Mbi tokë, metani prodhohet kryesisht nga organizmat biologjik, metanogjenët dhe organizmat të tjerë anaerob. Por metani mund të prodhohet gjithashtu nga proceset gjeokimike si serpentinizimi, ku uji ndërvepron me mineralet si oliviniti i mantelit planetar. E njëjta sinjaturë kimike, 2 shpjegime krejt të ndryshme fizike, pa mënyrë të drejt për drejt aktuale për t'i daluar me të dhënat e disponueshme.
Perseverance, roveri i fundit dhe më i sofistikuar, shtoi shtresë tjetër suggestive dhe intriguese. Analizimi i shkëmbimeve sedimentar të kraterit Jezero zbuloi molekula organike me struktura relativisht komplekse, disa prej të cilave kishin konfigurime karbonike të ngjashme me biomarkuesit e njohur toksor. Rishtas, molekulat organike mund të formohen me procese kimike jo organike, si sinteza e hidrokarbureve nga reaksionet hidrotermale. Gjetja vetëm nuk provon biologji, por bashkuar me evidencen e ujit historik të konfirmuar, me mundësinë serioze të ujit nëntoksor aktual, me detektimin e metanit variabel sezonal, tabloja kumulohet drejt diçkaje me peshë të konsiderueshme. Mos hipoteza absolute se Marsi është steril biologjikisht nuk mund të mbahet me besueshmëri të plot. Është hipotezë e hapur me prova suggestive. Dhe nëse kjo table akumuluar, qoftë edhe si mundësi serioze e pa konfirmuar, tregon drejt hipotezës se nën sipërfaqen aktuale të Marsit mund të ekzistojë ndonjë formë jete mikrobiake, atëherë rrjedh pasoja e madhe që ndryshon tërësisht dhe menjëherë të gjithë debatin mbi terraformimin. Tani duat ju sjell shumë afër kësaj pyetje, jo si statistik të ftohtë, jo si analizë shkëputur nga realiteti njerëzor, por si vendim real i personit real. Imagjinoni që jeni komandanti i misionit të parë njerëzor mbi Mars. Nuk është science fiction i shekujve të largët, është brenda 60 vjetëve nga sot, sipas skenarëve optimist të agjencive dhe kompanive hapësinore aktuale. Keni ulur me sukses pas 9 muajsh udhtimi. Ditët e para janë tëra logjistik dhe instalim, pajisjeje, sisteme, protokolle, raportim drejt tokës. Por në ditën e tretë, roveri juaj eksplorativ merr mostër nëntoksore nga thellësia 10 metrash, direkt nën sipërfaqen marsiane afër bazës dhe e kalon në spektrometrin masik dhe analizatorin kimik të avancuar. Dhe ndodh diçka të cilës nuk ja keni bërë llogarin fare. Instrumenti raporton në shklime kimike me saktësi statistikore mbi pragun e besueshmërisë 96% të aktivitetit metabolik qelizor. Modelet kimike tregojnë proceset e reduksionit dhe oksidimit të alternuara, karakteristike të metabolizmit kemo-autotrofik anaerob të njohur nga ekosisteme nëntoksore të tokës. Nuk është gabim instrumental, keni rianalizuar 3 herë me kalibrim të plot. Nuk është kontaminim nga toka, protokollet e sterilizimit kanë qenë të rrept dhe të dokumentuar minuciozisht. Është diçka tjetër. Është diçka aty. Ju jeni njeriu i parë në historinë e njerëzimit i cili mund t'i jap lajmin me të madh të gjitha kohëve, lajmin që do të ndryshojë gjithçka. Çfarë bëni? Keni thirrur tokën, keni raportuar, dhe tani prisni reagimin i cili vjen me vonesë 20 minuta për shkak të distancës. Por ndërkohë, kolonia juaj ka programin e vet të qartë dhe të financuar. Fillimi i fazës së parë të terraformimit bazë. Instalimi i moduleve të para fabrikuese të gazeve ser, ndezja e zinxhirit të transformimit planetar, i cili, sipas projektit dhe sipas kontratave të nënshkruara, do të vazhdoj për shekuj pas jush. Nëse e nisni atë program dhe jeta ekziston nën sipërfaqe, ndërhyrja juaj do të filloj të ndryshoj kushtet kimike dhe termike të nëndheshme brenda dekadave. Ai proces, pasi të ketë nisur, do të jetë shumë i vështirë të ndalet, sepse struktura është ndërtuar, investimi është bërë, pritshmëritë janë vendosur. Çfarë vendosni? Dhe mbi bazën e cilit ligj, cilit autoritet, cilit konsensus ndërkombëtar vendosni? Sepse e vërteta është se nuk ka ligj, nuk ekziston asnjë ligj ndërkombëtar specifik që mbulon saktësisht këtë skenar. Marrëveshja e hapësirës hapësinore e vitit 1967 ndalon apropriimin kombëtar ekskluziv të trupave qellor, por nuk trajton as pak mbrojtjen e jetës ekstraterrestre potenciale ose kufizimin eksplicit të aktiviteteve transformative planetare. Protokollet e mbrojtjes planetare të COSPAR, Komitetit Ndërkombëtar mbi Hulumtimin Hapësinor, kërkojnë sterilizim të misioneve drejt Marsit, pikërisht
për të mos kontaminuar planetin me organizmat e tokës, sepse kontaminimi biologjik do ta bënte të pamundur dalimin e jetës marsiane origjinale nga kontaminimi toksor. Por ato protokolle janë udhëzime vullnetare midis agjencive shtetërore me mirëbesim të deklaruar. Nuk janë traktat ndërkombëtar me mekanizma ligjor zbatimi dhe me sanksione. Dhe aktorët privat, kompanitë hapësinore komerciale me financim ekskluzivisht privat, nuk janë të detyruar ligjërisht t'i zbatojnë ato fare. Kjo boshllëk juridike dhe etike nuk është problemi sa ardhmes abstrakte dhe të largët. Është problem aktual dhe urgjent, struktural i epokës në të cilën jetojmë. Sepse ndërkohë që debati akademik mbi terraformimin vazhdon, i kufizuar kryesisht brenda konferencave shkencore dhe revistave të specializuara, kapaciteti teknik i aktorëve privat për të ndërtuar dhe dërguar misione operative mbi Mars po rritet me shpejtësi historikisht të paprecedent. Dhe asimetria ndërmjet zhvillimit të shpejt teknologjik dhe zhvillimit shumë të ngadalt institucional etiko-ligjor ndërkombëtar është njëra nga sfidat strukturore më serioze dhe me impakt afatgjat të epokës hapësinore. Christopher McKay, studiuesi i NASA Ames Research Center, i cili ka kontribuar disa nga analizat themelore mbi terraformimin dhe astrobiologjin, ka qenë i hapur dhe i qartë mbi pozicionin e tij personal. Nëse Marsi ka jetë, edhe vetëm jetë mikrobiake nën sipërfaqe, jo vetëm që nuk duhet ta terraformojmë, por kemi detyrimin aktiv dhe urgjent ta mbrojmë dhe ta studiojmë shtërueshëm. McKay argumenton se vlera shkencore e jetës marsiane do t'ishte e pakrahasueshme me asgjë tjetër të njohur. Konfirmimi se jeta ka origjinuar 2 herë të pavarura në të njëjtin sistem diellor do të nënkuptonte se origjina e jetës nuk është rast astronomikisht i rrallë dhe aksidental, por fenomen i pranueshëm kozmik kur kushtet janë të duhura. Kjo njohje e vetme, pa asgjë tjetër, do të ndryshonte rrënjësisht kuptimin ton mbi universin dhe mbi vendin ton kozmik. Pozicionit të McKayit i kundërvihet argumenti i kundërt, po aq serioz dhe i sinqert. Nëse njerëzimi ka nevojë për Marsin si botë e dytë, si poli sigurimi ekzistencial kundrejt katastrofave planetare të mundshme, atëherë kjo nevojë ekzistenciale e species mund të justifikojë moralisht sakrificimin e jetës mikrobiake nën-toksore. Mbi tokë gjatë gjithë historisë, zhvillimi njerëzor ka shkatërruar habitatat dhe ka zhdukur speciet, dhe shumica e etikës praktike moderne e pranon këtë si tragjike, por ndonjëherë të pashmangshme, kur alternativa është keqja e madhe e njerëzimit. Por ndërmjet zhdukjes aksidentale të specieve gjatë zhvillimit dhe vendosjes me parandërgjegje të zhdukjes së të vetmes formë tjetër të njohur të jetës jashtë tokës, ekziston ndoshta një dalim moral i palëvishëm. Ekziston edhe pozicioni tretë, ndoshta ai me koherencë intelektuale më të madhe, se nuk duhet të marrim vendime transformuese dhe të pakthyeshme mbi bazën e pasigurisë. Nëse nuk dim nëse Marsi ka jetë ose jo, atëherë detyra e parë dhe e pamohueshme etike është të dim me siguri të arsyeshme, para se të veprojmë me ndërhyrje që nuk mund të zhbëhen. Dhe që nuk kupton se misioni Mars Sample Return, kthimi i mostrare marsiane mbi toqë për analizë të plotë dhe të paanshme, nuk është vetëm projekt shkencor akademik me interes teorik. Është mision etik i prioritetit të lartë, mision i pyetjes që duhet t'i parapri çdo vendimi të madh mbi fatin e planetit fqinj. Marsi pret. Mostra të vogla të tij presin aktualisht mbi sipërfaqen e tij, të mbledhura nga Perseverance, dhe do të presin derisa misioni i kthimit të tyre, me vonesën e pashmangshme të financimeve dhe logjikësitës hapësinore, të arrijë t'i marrë. Dhe rezultati i atyre mostrare, pasi të analizohen në laboratorët e avancuar mbi toqë, mund të jetë pikërisht ndarja. Shekulli i 21 para zbulimit të jetës jashtoksore dhe shekulli i 21 pas tij. 2 periudha krejt të ndryshme të historisë njerëzore, të ndara nga informacioni i vetëm nga mostra e vogël shkëmbim marsian. Tani, pasi kemi eksploruar kufirinë e modelit shkencor dhe kemi parë çfarë qëndron anën tjetër të tij,
Është koha ta shohim tablon e plot me syt plotësisht hapur. Çfarë dim me siguri absolute? Dim se Marsi ka qenë radikalisht i ndryshëm me ujë, me atmosferë, me potencialin e habitabilitetit miliard vjet më parë. Dim se humbja e fushës magnetike dhe erozioni atmosferik nga era diellore shpjegon transformimin nga i gjallë në i fjetur. Dim se rezervat e dioksidit të karbonit të disponueshëm janë të pamjaftueshme për terraformim atmosferik të plot. Dim se teknologjia e prodhimit të oksigjenit nga atmosfera marsiane funksionon, e provuar eksperimentalisht mbi sipërfaqe. Dim se organizmat biologjik mund të rriten në presion atmosferik të simuluar marsian. Dim se ekzistojnë sinjale suggestive të aktivitetit kimik jo standard në nëntokën aktuale marsiane. Dim se nuk ekziston kuadri ligjor dhe etik ndërkombëtar adekuat për vendimin e terraformimit. Dhe dim se historikisht, njerëzimi shfaq tendencën e shfrytëzimit të mjediseve të reja para se t'i kuptoj plotësisht. Dhe çfarë nuk dim? Nuk dim nëse jeta ekziston ose ka ekzistuar ndonjëherë në sipërfaqen aktuale të Marsit. Nuk dim nëse teknologjitë e nevojshme do të arrihen ndonjëherë me shkallën planetare të nevojshme dhe brenda afateve financiarisht të realizueshme. Nuk dim nëse qytetërimi njerëzor do të ketë vazhdimsinë institucionale dhe kulturore të projekteve me horizonte kohore 10 deri 100.000 vjet, kur qeverit ndryshojnë, prioritetet zhvendosen dhe vetë vlerat evoluojnë nëpër gjenerata. Nuk dim nëse konsensusi global i nevojshëm për vendim kaq të madh mund të arrihet ndonjëherë në një botë njerëzore të ndarë politikisht. Dhe nuk dim çfarë nuk dim. Pasojat e papritura, efektet anësore të paimagjinuara, kompleksitetet e sistemit planetar që modelet tona nuk kanë arritur ende t'i kapin. Ky vend i të panjohurës, kjo zonë e gjërave për të cilat shkenca nuk ka akoma instrumente adekuate, nuk është thjesht vakum intelektual. Është teritorit i vendimeve me pasoja afatgjata. Teritorit ku gabimi nuk korrigjohet brenda jetës individuale ose brenda brëzi njerëzore, por bëhet i gdhendur në gjeologjinë e planetit për miliarda vjet. Hapja e fjollës me organizmat e para toksor mbi sipërfaqen e Marsit, nëse bëhet para se të ketë konfirmim mbi statusin biologjik të planetit, është vendim i pakthjeshëm. Atmosfera e ndryshuar nga prodhimi industrial i gazeve serë, pasi procesi të ketë nisur me shkallën e duhur, do të ndryshoj ekuilibratin planetar në mënyra që riprogramimi nuk do ta kishte lehtë. Terraformimi i filluar nuk ndalet me lehtësi. Dhe pikrisht karakteri i pakthjeshmërisë na sjell te pyetja kyçe, ajo e cila qëndron pas të gjitha llogaritjeve dhe të gjitha propozimeve dhe të gjitha debateve teknike. Si vendosim, kur nuk dim plotësisht, kur akcioni është i pakthjeshëm dhe kur pasojat shtrihen mbi horizonte kohore që te i kalojnë çdo strukturë institucionale, njerëzore të njohur. Si merremi vesh, si njerëzim, mbi vendime të cilat do t'i marrë ndonjë individ ose kompani ose qeveri brenda dekadave të ardhshme, por pasojat e të cilave do t'i trashëgojnë të gjitha brezat njerëzore të mëvonshme dhe, ndoshta, qenijet e tjera marsiane aktualisht ekzistuese. Cili është mekanizmi demokratik? Cili është procesi deliberativ i dijshëm i nevojshëm? Cili organ ka autoritetin moral për të vendosur për destinacionin e një planeti tjetër? Shkenca ka dhënë gjëra të jashtëzakonshme, ka rindërtuar historinë e Marsit me detaje të mahniqme, ka matur humbjen atmosferike me saktësi instrumentale, ka provuar prodhimin e oksigjenit mbi sipërfaqe, ka gjetur sugjestat e jetës potenciale, ka modeluar trajektoret e transformimit të mundshëm. Shkenca ka bërë punën e saj me kompetencë të lartë dhe me ndershmëri metodologjike. Tani çdo gjë tjetër kërkon diçka tjetër krejtësisht. Kërkon filozofi, kërkon etik, kërkon konsensus njerëzor të ndërtuar me vetëdi dhe ndershmëri intelektuale, dhe ndoshta kërkon edhe lloj urtësie që nuk rrjedh as nga llogaritjet dhe as nga eksperimentet. Ç'do të thotë ky urtësi? Çfarë pyetje filozofike rrënjësore ngre pyetja e terraformimit të Marsit mbi natyrën e vetjetës dhe mbi kuptimin e ekzistencës?
çfarë na thot kjo mbi detyrimet morale ndaj qenieve të tjera dhe ndaj botëve të tjera? Çfarë na thot mbi të drejtën e specieve të vetëdijshme të ndryshojnë rendin planetar sipas nevojave të tyre? Dhe mbi të gjitha, çfarë do të thotë të jesh specie e aftë të ndryshoj planet, por akoma pa u pyetur nëse duhet? Ato janë pyetjet e fundit, pyetjet të cilat fizika dhe kimia nuk i ngren, por të cilat nuk mund t'ja anashkaloj dot çdo vendim real dhe i ndershëm mbi terraformimin e Marsit. Filozofia si aktiviteti mendimit njerëzor nuk lindi si zbavitje akademike e njerëzve me kohë të tepërt. Lindi si domosdoshmëri praktike e qenies njerëzore të vendosur para vendimeve me peshë dhe pasoja. Kur Sokrati ecste në agorat e Athinës dhe pyeste çdo katakonte mbi natyrën e drejtësisë dhe të virtytit, ai nuk bënte lojë intelektuale. Ai kuptonte se qyteti i tij ballafaqohej me zgjedhje të vështira dhe se vendimet e mira kërkojnë pyetje të ndershme para se të kërkohen përgjigje. E njëjta dinamik funksionon sot mbi pyetjen e Marsit. Ekziston pika e saktë ku çdo model shkencor ndalon të jetë udhëzues i mjaftueshëm. Mekanika e Newtonit funksionon me precizion jashtëzakonisht të lartë deri te shpejtësia shumë e madhe. Pastaj jep gabime të dukshme dhe relativiteti i veçantë e zëvendëson. Termodinamika përshkruan drejtimin e proceseve fizike me besueshmëri shumë të lartë, por nuk shpjegon pse koha vet fluturon vetëm drejt rritjes së entropinë dhe asnjëherë anasjelltas. Mekanika kuantike parashikon rezultate eksperimentale me saktësi të paparë, por te pyetja se çfarë do të thotë realisht gjendja kuantike, fizikanët ndahen në interpretime aq të shumta sa ka fizikan të dëgjuar. Ligjet e fizikës, me gjithë fuqinë dhe precizionin e tyre, kanë kufi dhe vet, dhe ato kufi nuk janë zona të mashtrimit ose të dobësisë, por zona të tranzicionit të nevojshëm drejt formave të tjera të mendimit. Ky kufiri i ligjeve ekziston edhe për terraformimin e Marsit. Ligjet e termodinamikës atmosferike na tregojnë se si ndërtojmë presion me injektim gazesh. Ekuacionet kimike na tregojnë saktësisht reaktivitetin e peroksidave marsiane. Biofizika na tregon mekanizmat molekular të mbijetesës së cianobaktereve në presion të ulët. Por ligjet e fizikës nuk na tregojnë çfarë detyrim kemi ndaj formave potenciale të jetës, të cilat nuk mund të flasin për interesin e vet. Ligjet e kimisë nuk na tregojnë si peshohet vlera e civilizacionit njerëzor kundrejt vlerës së ekosistemit të planetit fqinj. Biologjia nuk na tregon si organizohet solidariteti ndër gjeneracion për projekte me horizont 10.000 vjeçar. Aty ku ligjet ndalojnë, fillon filozofia. Dhe filozofia kur ballafaqohet me pyetje të vërteta dhe jo me ushtrime akademike, ka pyetjet e veta të cilat ja vlen t'i shqyrtojmë me kujdes të plot. Njëri nga filozofët e rëndësishëm të shekullit të 20, Hans Jonas, shkroi një vëllim me titull Parimi i përgjithësisë, botuar në vitin 1978. Jonas argumentoi se erës moderne teknologjike i duhet një etik e re, e ndryshme nga çdo etikë më parshme, e bazuara në njohjen se kapaciteti njerëzor i veprimit tani shtrihet mbi horizonte kohore dhe gjeografike aq të gjera, saqë strukturat etike tradicionale nuk mjaftojnë. Etika tradicionale u ndërtua mbi raporte ndërmjet njerëzve aktual dhe të tashëm, ndërmjet individëve të pranishëm. Jonas argumentoi se duhet të ndërtojmë etik që merr parasysh edhe brezat e ardhshme, edhe formate tjera të jetës, edhe gjendjet planetare me horizonte kohore të gjata. Shumë njerëz nuk e kanë dëgjuar kurrë emrin e Hans Jonasit, por argumenti i tij ka rëndësi të veçantë pikërisht tani, pikërisht për Marsin. Nëse ndërhyrja jonë mbi Marsin mund të ketë pasoja mbi qeniet marsiane potenciale aktualisht ekzistuese, mbi gjendjet planetare brenda 10.000 vjetësh, mbi mundësinë e habitabilitetit të ardhshëm, atëherë ne kemi detyrim moral të mendojmë mbi ato pasoja, edhe pse subjektet e atyre pasojave nuk janë të pranishëm para nesh dhe nuk mund të flasin për interesat e tyre. Ky detyrim nuk është diçka mistike ose abstrakte.
është i njëjti tip arsyetimi praktik që çon çdo prind të mendojë mbi mirëqenien e fëmijëve të tyre, çdo inxhinier të mendojë mbi sigurinë e strukturës që ndërton, çdo ligjvënës të mendojë mbi efektet afatgjata të ligjeve të miratuara. Shkalla e problemit shtrihet, por arsyetimi mbetet i njëjtë në thelbin e tij. Ekziston edhe pyetja e strukturave institucionale. Cili organ ka autoritetin moral për të vendosur mbi transformimin e një planeti tjetër? Aktualisht nuk ekziston asnjë till. Traktati hapësinor i Kombeve të Bashkuara i vitit 1967 ndalon sovranitetin kombëtar mbi trupat qiellor, por nuk adresoson transformimet mjedisore planetare. Organizatat ndërkombëtare ekzistuese si COSPAR ofrojnë udhëzime vullnetare, jo mekanizma ligjor të detyrueshëm. Dhe ndërkohë kapaciteti teknik i aktorëve privat rritet me shpejtësi historike pa precedent. Kjo boshllëk ndërmjet rritjes teknologjike dhe zhvillimit institucional etik është ndoshta shqetësimi praktik më urgjent i lidhur me çështjen e terraformimit. Jo sepse terraformimi ndodh nesër, por sepse kuadrin etik dhe juridik e ndërtojmë dekada para vendimeve dhe dekada po kalojnë pa ndërtim të mjaftueshëm. Tani, pasi kemi qëndruar në mpeshën e pyetjeve filozofike, duhet të kalojnë drejt çka nuk dim. Jo si litani e dëshpërimit, por si harta e territorit të paeksploruar, harta e veriut astronomik, drejt të cilit tregon kompasi i mendimit të ndershëm. Nuk dim nëse Marsi është biologjikisht steril. Kjo pyetje themelore dhe kyçe qëndron e pasgjidhur me provat ekzistuese. Shenjat e metanit sezonal të matura nga Curiosity dhe nga observator orbitor, provat e reaktivitetit kimik jo standard në analizat e sensorëve nga sipërfaqja, mundësia e ambienteve gjeotermale nëntoksore ku temperatura dhe lagështia krijojnë kushte jo të pashpresa, të gjitha mbeten hipoteza aktive të pakonsoliduara në provë të drejt për drejt. Misioni Mars Sample Return ka potencialin të ofrojë të dhëna kritike mbi biomarkuesit kimik, por ai mision nuk zgjidh pyetjen mbi habitabilitetin nën-toksor në thelsi të pa arritura nga kampionatorët sipërfaqësor. Ky nuk është problemi zgjidhshëm me optimizëm ose me zel. Kërkon mision specifik të projektuar për shpim nën-toksor dhe marrje mostrave nga thelsi disa kilometra, projekt i cili me teknologjinë aktuale kërkon burime dhe kohë shumë herë të mëdha se çdo mision marsian i ndërtuar deri sot. Nuk dim dimensionet e plota të rezervave të ujit marsian. Raportimet sipas të dhënave të radarëve penetrues Sharad dhe Marsis tregojnë depozita akulore të mëdha nën sipërfaqe, veçanërisht në gjerësitë e larta. Por vëllimet e sakta, distribuimi tridimensional dhe aksesibiliteti i atyre rezervave mbeten vlerësime me pasiguri të konsiderueshme. Dhe disponibiliteti praktik i ujit, jo vetëm ekzistenca e tij, është parametri kritik për shumicën e modeleve të terraformimit biologjik dhe atmosferik. Nuk dim si do të ndërveprojnë futja artificiale e gazeve ser dhe dinamikat atmosferike ekzistuese marsiane. Marsi ka stuhit e stinës e pluhurit global, fenomene periodike që mbulojnë gjithë planetin me pluhur dhe ndryshojnë drastikisht bilancin e rrezatimit sipërfaqësor. Si do të ndryshojnë frekuenca, intensiteti dhe kohëzgjatja e atyre stuhive me rritjen e densitetit atmosferik dhe temperaturës mesatare, nuk është diçka e modelueshme aktualisht me besueshmëri të lartë. Stuhi të ndryshme atmosferike mund të ndihmojnë ose pengojnë proceset terraformuese në mënyra krejt jo të parashikuara. Nuk dim cilat shkallë kohore realiste janë për çdo teknik specifike terraformimi. Skenarët teorik japin shtrirje të gjera varshme nga supozimet specifike mbi efikasitetin e injektimit të gazeve, normat e avullimit të dioksidit të karbonit polar në ngrohjen artificiale, aktivitetin biologjik sintetizues. Dallimi ndërmjet skenarëve optimist dhe pesimist mund të jetë disa herë rendi i mallësisë kohore, duke përfshirë diapazonin ndërmjet vjetra mijë dhe milion vjetëve. Kjo shtrirje pasigurie nuk vjen nga mosinteresim metodologjik. Vjen nga fakti se parametrat kryesor janë ose të pamatshëm me saktësi aktuale, ose plotësisht të panjohur.
Nuk dim nëse ka rrugë teknologjike aktualisht të paimagjinuara, të cilat mund të kompresojnë radikalisht horizonte kohore të transformimit. Historia e teknologjisë është plot me gjendje surprizuese pozitive. Energjia bërthamore e fizibilizuar brenda disa dekadave nga teori e quajtur pa aplikim praktik, biologjia molekulare e kuptuar dhe aplikuar brenda disa brezave njerëzor, rrjetet informatike globale që ndërtuan revolucion social, shumë herë të i kaluese parashikimeve të ekspertëve. Ndoshta biologjia sintetike do të prodhojë organizma me kapacitete transformatuese planetare shumë herë të mëdha se çfarë modelojmë sot. Ndoshta fizika e materialeve do të prodhojë deflektor magnetik me efikasitet aktualisht të paimagjinueshëm. Ndoshta optimizimi i udhëhequr nga sistemet e avancuara të llogaritjes do të zbulojë rrugë minimale drejt transformimit planetar. Nuk dim. Dhe kjo mosnjohje mund të jetë ose pengim ose derë e hapur. Nuk dim, mbi të gjitha, çfarë do të dojë njerëzimi ndër shekujt dhe gjeneratat e ardhshme. Vlerat evolvojnë, prioritetet ndryshojnë. Qytetërimi i shekullit të 20 ka ndjenja dhe motivime të ndryshme shumë nga qytetërimi i shekullit të 11. Dhe ajo ndryshim ndodhi brenda pak shekujsh. Qytetërimi i mijëvjeçarit të tretë do të ketë dalime akoma shumë herë të mëdha nga tonat aktuale. Nëse pasardhësit e largët do të duan ta terraformojnë Marsin, apo ta mbrojnë, apo të gjejnë kategori krejtësisht të reja të marrëdhënies ndaj planetëve të tjerë, nuk mund ta dim sot. Dhe kjo mosnjohje nuk duhet të jetë pengesë e veprimit, por duhet të jetë argument i mëtejshëm për kujdesin dhe ndershmërinë e vendimeve të sotme, që të mos u heqim brezave të ardhshme, opsionet e tyre, me veprime paktyeshme të kryera me nxitim. Dhe pastaj ekziston zona e gjërave të cilat nuk e dim se nuk i dim. Kompleksiteti i sistemit planetar të Marsit, kur manipulohet në shkallë vërtet transformuese, mund të prodhojë dinamika jo lineare, gjendje bifurkacioni, transformime të papritura fazash, të cilave modelet aktuale nuk u kanë dhënë as e mra, sepse nuk i kanë konceptuar. Historiku i ndërhyrjeve njerëzore në sisteme komplekse, nga ekosistemet toksore deri te sistemet financiare globale, tregon vazhdimisht se kompleksiteti prodhon befasi të padashura. Dhe në sistemin planetar, ku skala është e ndryshme me rendet e madhësisë dhe ku reversibiliteti është 0 ose afërsisht 0, befasit mund të jenë pa korektim të mundshëm. Ky territor i të panjohurës, kjo periferi ku njohurit tona zbehin gradualisht, nuk është vend i dëshpërimit. Është vend i cili kërkon thjeshtësi, vëmendje dhe respekt. Thjeshtësi të pranojmë çka dim dhe çka nuk dim, pa i ngatëruar ndërmjet tyre. Vëmendje të ndjekim provat dhe t'i aktualizojmë besimet tona sipas tyre, jo sipas dëshirave tona. Respekt ndaj kompleksitetit të sistemeve mbi të cilat veprojmë, sepse ato sisteme ekzistojnë sipas logjikave shumë herë më të lashta dhe më të komplikuara se çdo plan njerëzor. Dhe tani, nga ky territor i kufive të njohjes, kthehemi mbrapsht drejt çastit konkret, te çasti i personit që dëgjon ose lexon këtë tani. Pikrisht tani, ndërkohë që kjo narrative kapet nga veshji ose syri juaj, janë duke ndodhur gjëra të mahniqme njëkohësisht. Zemra juaj bie me frekuencë mesatare rreth 70 herë në minutë, duke pompuar gjak të oksigjenuar nëpër një rrjet qelizash me gjatësi totale qindra mijëra kilometra. Neuronit tuaj aktivizohen dhe shuhen duke krijuar fenomenin e mrekullueshëm të vetëdijes, me mekanizma akoma jo plotësisht të kuptuar nga neuroshtenca moderne. Atmosfera e tokës, shtrese holl prej azoti dhe oksigjeni dhe gjurmave të gazeve të tjera, mban temperaturën e sipërfaqes brenda kufive të ngushtë që lejojnë ujin të mbetet i lëngshëm, duke bërë të mundur çdo formë jete të njohur mbi planeti juaj. Dhe qindra milion kilometra larg, Marsi qëndron me sipërfaqen e tij të ngjyrës okër nën qiellin roz me oksidin e hekurit, duke ruajtur heshtjen e tij miliardvjeçare nën erën diellore të vazhdueshme.
Ndërmjet Jush dhe Marsit, ndërmjet frymëmarrjes suaj dhe atmosferës së heshtur marsiane, ekziston distancë fizike e matshme. Por ekziston edhe diçka tjetër, diçka shumë më e vështirë të matësh dhe ndoshta shumë më e rëndësishme të kuptohet. Atomet e karbonit, hidrogjenit, azotit dhe oksigjenit në trupin tuaj u formuan në brendësinë e yjeve të ndezur dhe të shuar miliarda vjet përpara formimit të diellit tuaj. U shpërhapën nga eksplozionet e supernova, u grumbulluan dhe u ndërtuan hap pas hapi drejt aminoacideve dhe ADN së gjatë miliarda vjet, kimie të ndërlikuar mbi tokën e hershme. E njëjta histori kozmike ka atomet e shkëmbinjve marsian. Janë pjesë e të njëjtit material filestar, kanë lindur nga e njëjta re e gazit dhe pluhurit ndërstellor rreth 4 miliard e 600 milion vjet më parë. Jeni, në kuptimin e plot, kimik, të lidhur me Marsin nga një histori e përbashkët shumë herë më e vjetër se jeta vet mbi tokë. Dhe kjo lidhje kozmike, kjo prejardhje e përbashkët nga e njëjta nebulozë brindore, është ndoshta arsyeja pse pyetja mbi fatin e Marsit ndihet kaq e brendshme, kaq personale, kaq e rëndë. Kur pyesim nëse duhet të ndryshojmë Marsin, pyesim diçka mbi marrëdhënien ton me materialin e universit nga i cili u ndërtua vetë trupi ynë. Kur debatojmë mbi obligjimet ndaj jetës marsiane potenciale, debatojmë mbi obligjimet tona ndaj formave të tjera të kompleksitetit të ngritur nga e njëjta kaos filestare kozmike. Kemi filluar rrugtimin e kësaj video me pyetjen: a mund të ringjallim një planet të vdekur? Tani, pasi kemi kaluar në për llogaritjet dhe provat dhe debatin etik dhe kufirin e ligjeve të njohura, shohim se pyetja mbante brenda saj supozimin e pasgjidhur. Planeti vdekur? Ndoshta. Ndoshta jo. Ndoshta krejtësisht gabim si formulim. Sepse historia e Marsit, siç e dim tani me hollësitë e mahniqme nga dekada eksplorimi hapësinor, është historia e transformimit nga botë me ujë dhe atmosfere mundësuese, drejt botës aktuale, jo zhdukje e menjëhershme, por ndryshim gradual 4 miliard vjeçar. Dhe jeta marsiane e mundshme, nëse ekziston, nuk u shfaq papritur dhe nuk u zhduk papritur, por evoluoi dhe u përshtat dhe ndoshta u tërhoq nën tokë kur kushtet sipërfaqësore u bën të padurueshme. Planeti vdekur apo planeti ndryshuara, i transformuara, aktualisht në gjendje të ndryshme nga ato nën të cilat nisi evoluimi i mundshëm, por jo domosdoshmërisht steril deri në thellësi. Kjo nuancë, kjo hapje e mundshme e pyetjes themelore, ndryshon tërë peshën morale të çdo plani transformimi. Nëse Marsi është i vdekur plotësisht dhe absolutisht, argumenti moral për terraformim është shumë herë më i thjeshtë. Bota e pabanuar dhe pa jetë mund të transformohet sipas nevojave të specieve me vetdije, pa problem moral i madh. Madje mund të transformohet si shprehje e hapur e potencialit kreativ njerëzor. Por nëse Marsi mban jetë, edhe mikrobiake, edhe nëntoksore, edhe minimale, atëherë terraformimi shndërrohet në vendim moral i tipit krejt tjetër. Vendim i cili kërkon kuadër etik të ndërtuar me kujdes shumë herë të madh. Dhe ne nuk e dim akoma. Dhe kjo mosnjohje themelore, kjo pasiguri mbi gjendjen biologjike aktuale të Marsit, është arsyeja pse çdo diskutim i seriozshëm mbi terraformimin duhet të fillojë me nevojën urgjente të kuptimit biologjik të planetit para çdo veprimi transformativ. Shkenca e mirë ka filluar ndërtimin e asaj njohurie. Misionet ekzistuese dhe ato të planifikuara, nga Mars Sample Return deri te misionet e ardhshme europiane dhe amerikane, do të shtojnë shtresa të rëndësishme kuptimi. Por ato shtresa do të marrin kohë, dhe ndërkohë kapaciteti teknik për ndërhyrje reale mbi Mars rritet pa pritur konsensus etik të ndërtuar. Njerëzimi ka ndërtuar projekte kolosale me horizonte kohore të gjata dhe me shumë breza njerëzish që punuan një pas njëshëm pa par fundin personal. Katedralja e Sagrada Familia në Barcelonë, ndërtimi i të cilës nisi mbi 130 vjet më parë dhe akoma nuk ka përfunduar, është model i atij lloji investimi kolektiv me horizont transindividual.
sistemet e mëdha ujitse të qytetërimeve të lashta, rrjetet rrugore romake, bibliotekat e mëdha medievale, universitetet me shekuj histori, të gjitha janë dëshmi se njerëzimi ka kapacitetin të mbajë projekte koherente ndër gjenerata. Pyetja nuk është nëse kapaciteti ekziston. Pyetja është nëse do të ndërtojmë institucionet dhe motivimin kulturor për ta mobilizuar atë kapacitet drejt objektit të duhur, me mensurinë e duhur, me konsensus të ndërtuar, me ndershmëri. Dhe tani, nga kjo perspektive e zgjeruar, shohim diçka të re te pyetja me të cilën nismë. Universi është i madh jashtëzakonisht. Ka 13 miliardë 800 milion vjetët e historisë së tij, galaktika të numëruara në trilion, planet të numëruara në kuadrilion, struktura kozmike që te i kalojnë çdo analogji njerëzore. Dhe megjithatë, me gjitha të madhësi, ne nuk kemi asnjë provë të vetme të konfirmuar të vetëdijes tjetër që ndërtoi teleskop, dërgoi roket dhe pyeti nëse duhet të ndryshoj planet fqinj. Ndoshta ekziston gjetk. Shpresojmë se ekziston, por nuk e dim. Dhe kjo pasigurim mbi vetmin ose jo vetmin ton kozmike i jep pyetjeve tona peshë të veçantë dhe të rëndë. Nëse jemi të vetmit, atëherë çdo vendim që marrim mbi botët e tjera, çdo botë që ndryshojmë ose mbrojmë, çdo pyetje që ngrem dhe çdo mencuri ose gabim me të cilin veprojmë, bart peshë kozmike unike dhe pa analogji. Nëse nuk jemi të vetmit, akoma mbetet e vërtet se ne jemi ata që do të marrim vendimin për Marsin. Jo ndonjë civilizacion hipotetik i largët, ne, brezat aktual dhe ata që do të vinë menjëherë pas nesh. Universi prodhoi atome, atomet prodhuan molekula, molekulat prodhuan qeliza, qelizat prodhuan organizma, organizmat prodhuan specie. Dhe njëra nga ato specie, pas rreth 3 miliardë gjysmë vjetësh biologjie evolucionare mbi planetit të tretë të sistemit diellor, arriti ta pyes veten pse ekziston dhe nëse duhet të ndryshoj botën fqinje. Ky akt i pyetjes vet, jo përgjigje e saj, është ndoshta fenomeni më i rrallë dhe më i çmuar në historinë e njohur të materjes. Sepse gjatë gjithë miliardave vjet të historisë kozmike, materia lëvizi dhe transformohej sipas ligjeve pa asnjë aktor të vetëdijshëm. Yjet ndizeshin dhe shuheshin sipas gravitacionit dhe bashkimit bërthamor. Planetet formoheshin, lëvizin, ftoheshin. Atmosferat ndërtoheshin dhe eroveshin. Gjeta, nëse u shfaq në vende të tjera, evoluoi dhe ndryshoi pa pyetur pse. Dhe pastaj, mbi sipërfaqen e kësaj bote të vogël, u shfaq kafsha e vetëdijshme e aftë të kuptoj ligjin e gravitacionit dhe strukturën e ADN-s dhe kohën gjeologjike të planetëve dhe natyrën e vetëdijes. Kafsha e aftë të qëndrojë në qiellin e natës, të shoh dritën e kuqe të Marsit dhe të pyes, jo të reagojë instinktualisht, por të pyes me ndërgjegje, a duhet të ndryshojmë atë? Kjo aftësi, ky kombinim i paprecedent i kapacitetit teknik dhe ndërgjegjes morale është çfarë keni ju, dëgjuesit e kësaj narrative, në çastin e kësaj sekonde konkrete. Nuk e keni fituar me mundim personal, e keni trashëguar nga miliarda vjet evolucioni dhe mijëra vjet civilizacioni njerëzor. Është dhuratë e akumuduar nga miliona gjenerata para jush. Çfarë do të bëni me ta? Ky nuk është pyetje retorike. Është pyetja e vetme me të cilën në fundit mbetemi pas gjithë llogaritjeve dhe gjithë debateve dhe gjithë pasigurive të dokumentuara. Kemi mësuar se Marsi ka histori të pasur dhe komplekse, se transformimi i tij i mundshëm kërkon teknologji afatgjata dhe konsensus global, se pasigurit biologjike të tij janë kritike dhe akoma të pasgjitura, se çdo vendim transformativ mbi atë planet do të jetë pakthyeshëm. Kemi mësuar se ligjet e fizikës dhe kimisë janë mjete të fuqishme, por jo mjete të mjaftueshme për të marrë vendimet e duhura mbi horizonte afatgjata me pasoja planetare. Por mbi gjitha kemi mësuar se pyetja e Marsit nuk është vetëm pyetje teknike, është pyetje mbi vetë natyrën e civilizacionit njerëzor, mbi çfarë lloji qenieje duam të jemi kur veprojmë në shkallë planetare. Është pyetje mbi raportit ton me kompleksitetin e botëve të tjera dhe me pasigurinë themelore të njohurive tona.
është pyetje mbi mensurinë e cila shkon përtej llogaritjeve dhe eksperimenteve dhe hyn në territorin e gjykimit etik dhe të vizionit afatgjat kolektiv. Marsi pret. Ka pritur 4 miliard vjet që nga humbja e fushës magnetike. Mund të pres akoma, ndërkohë që ne bëjmë punën e ndershme intelektuale dhe etike që kërkon ky vendim. Ndoshta pyetjet janë gjëja më e çmuar që kemi. Ato na mbajnë nga veprimet e nxituara, na detyrojnë të qëndrojmë me pasigurinë e nevojshme, na hapin drejt dimensioneve të problemit të cilat nuk do t'i kishim gjetur kurrë pa guximin e pyetjes së vazhdueshme. A mund ta ringjallim një planet të vdekur? Ndoshta. Por pyetja e vërtet, ajo të cilën kjo video e gjatë e rrugtimit në për llogaritje dhe debate dhe kufi i njohjeje na ka quar ta shohim, është tjetër. Pyetja e vërtet është, çfarë lloji njerëzish do të jemi kur të vendosim? Dhe kjo pyetje e vetme nuk ka përgjigje të gatshme. Ka vetëm mendimin njerëzor të lirë dhe të ndershëm, i cili qëndron para çdo zanafille dhe çdo fundi. Universi nuk na ka dhënë manualet, na ka dhënë pyetjet. Dhe ndoshta, pikrisht ky fakt, kjo hapje e pafundme e pyetjeve të mëdha mbi horizontin e njohjes son, është dhurata e vetme e vërtet e ekzistencës së vetëdijshme.